nga Leonard Koja në Window Radio.de. Të nderuar miq, mirë mbrëma dhe përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Horizont, si çdo të njëjtë të premte dhe të shtunë në orën 21. Sot është data 8 maj, ditë e premte, dhe ne jemi në puntatën e radhës Horizont me një të ftuar të ri, me një të ftuar që ka kompromis të vërtetën, me një të ftuar që flet pa frikë, pa ndroj, dhe që gjithnjë ka qenë një zë opozitar kundrejt së pa drejtës, pra shpërpjek gjithmonë të thotë të vërtetën, të thotë mendimin e tij të lirë dhe të jetë gjithnjë transparent dhe komunikues me shoqërinë shqiptare, po me këdo që ai ka patur mundësi të komunikojë dhe të kontaktojë. Para se të shkoj tek i ftuari, unë për të gjithë ju miq do të prezantoj apo të them edhe një herë për ata miq të ri mundësitë se ku mund të ndiqet Window Radio. Window Radio pra ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të ndiqni emisionin live, mund të dëgjoni muzikën 24/7, si dhe të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit që ne përzgjedhim për ju. Po ashtu, Window Radio ndiqet dhe në platformat globale, pra që janë platformat më të mëdha të radiove, siç është TuneIn dhe Radio Box. Ju mjafton që të shkarkoni njërin nga këto aplikacione, TuneIn ose Radio Box, dhe aplikacionet janë pa pagesë dhe aty ju mund të na ndiqni në çdo moment të ditës ose sa herë që ju të keni dëshirë, pra emisionet tona, po ashtu dhe muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radios. Po ashtu ju mund të kërkoni dhe në Google Search në Window Radio, pra të kërkoni në Google Search Window Radio Live dhe aty ju pastaj mund të na ndiqni dhe emisionin. Po ashtu është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, ku mund të komentoni apo mund të dërgoni pyetje dhe ne në varësi të kohës do përpiqemi të përzgjedhim në një pyetje për të ftuarin. Emisioni do jetë ritransmetim në orën 3 pas mesnate, pra ritransmetimi në këtë orar me orën e Evropës 3 pas mesnate është për arsyen për orarin e Amerikës Lindore dhe të Kanadas, pra që atje i bie ora 21 mbrëmjes dhe ne kemi menduar që të jetë ritransmetimi në këtë orë për të patur mundësi që të ndjekin dhe ata dëgjues që nuk kanë mundësi ndoshta të ndjekin emisionin live. Po ashtu, emisioni është edhe në faqen zyrtare të YouTube-it windowradio.de, ju mjafton të bëni një subscribe dhe do vinë të gjitha emisionet dhe programacionet që ne përzgjedhim për ju. Shpresoj që ju të jeni pranë valve tona, do kërkoja shumë miqësisht që t'i bëni një shpërndarje Facebookut, që të na shtohen sa më shumë miq të ri dhe shqiptar, sepse siç e themi vazhdimisht, Window Radio është vetëm e juaja, është vetëm për dëgjuesit, është për të gjithë ata që kanë një zë për të folur, ka një mendim, ka një promovim për të promovuar veten apo diçka të tyre. Pra ne përpiqemi si staf të jemi thjesht shërbëtorët tuaj dhe ju jeni ata që ne na ndihmoni të rritemi dhe që na suportoni, qoftë edhe me mbështetje, qoftë edhe me kritikat tuaja. Window Radio është edhe në shumë platforma të tjera që s'është nevoja që unë t'i cek tani. Atëherë, miq, sot ne kam të ftuar, pra sikur e thash në fillim të emisionit, apo sikur keni parë edhe në njoftimin që ne kemi bërë për emisionin e sotëm, pra është Ibsen Elezi, i cili është ai person që ka vetëm të vërtetën, thot mendimin e lirë dhe thot një mendim, si thosh, është ai mendimi race, është ai politikani race që nuk të trembet nga askush. Zoti Elezi, mirë mbrëma dhe mirë se më erdhe sonte në emision. Ju falenderoj, jashtë mase, egzageruar pak, po Jo, siç është nuk egzagerova asgjë, madje ndoshta la shumë gjëra pa thënë, sepse unë e njoh edhe modësinë tuaj, por me thënë të drejtën është vështirë të gjesh një person si ju që s'keni frikë të thoni atë që mendoni. Në situatat vështira me bu diçka normale quhet diçka jo normale, po ajo që
unë mendoj që kam bo gjatë një periudhë kaq gjatë, ndërkohë kur dikur vendosa që mos merrem me thënë drejtën, për shkak të vështirësive dhe të njohjes mirë të politikës, diku nga vitet 2016, 2017 vendosa mos merrem. Por ngjarjet zhvillohen edhe këtu të marr dinamika, ju tërheq ju që jeni në jashtë kufive të Shqipërisë, dhe keni shumë interes, kështu që ti jesh këtu do mund të akoma më shumë detyrim për Absolutisht. shkak sepse involvohesh. Janë arsye të jetës përditshme që të involvojnë në këtë betejën e politikës. Që kjo është arsyeja besoj më e madhe që të thush sa të vërteta minimale, jo të gjitha të vërteta, të them drejtën, sepse ndonjëherë kur thu të vërtetën duhet të kesh edhe argumentin, po duhet të kesh edhe faktet, për ndryshe mos fol. Po pjesa e të vërtetave që unë them është shumë e vogël në raport me atë çfarë duhet të thënë, por duhet faktuar. Jo, absolutisht, edhe ne jemi plotësisht dakord me atë pjesën që duhet faktuar e vërteta, pra sepse e vërteta është atëherë vetëm atëherë kur është e faktuar. Madje edhe duke thënë fakte edhe secili e përdor të vërtetën sipas këndvështrimit të vet. Por patjetër edhe ajo ndodh. Ndodh që edhe e ketë faktuar edhe një pjesë e njerëzve, domethënë kanë kryer një bindje dhe qërrohen, nuk e shohin fakt. Po jemi ardhur ndoshta në një moment shumë kritik edhe si shoqëri, zoti Elezi, saqë tashmë, sikur thatë ju, ajo që do duhet të ishte normale ne tashmë na duket anormale, pra nëse do duhet ishte normale e vërteta, të ishte normale standardi ekonomik, standardi politik, standardi social. Tashmë ne na duket se kemi dalë atë pjesën që thjesht nëse themi diçka na duket normale. Të them drejtën që në themel të një ndërtimi të një shoqërie ka kohë që dietar ndryshëm e thonë, po domosdoshmë është vështirë për ta konceptuar thelbin e vet. E vërteta është ajo që ndërton marrëdhënie të shëndosha, që transmetohen edhe në ekonomi, edhe në jetën e përditshme, edhe në drejtësi. Në momentet që njerëzit i largohen shumë vërtetës, marrëdhëniet krijohen gjithmonë më të vështira, shoqëria gjithmonë dekompozohet më shumë, dhe ky është një problem i madh. Kështu që marrëdhënia me të vërtetën është që duhet të qëndrojë në themelin e shoqërisë. Nëse ne zgjbëjmë këtë, pastaj tjerat janë pasoja që do t'i vujmë në kurthes. Okej, zoti Elezi, pra biseda me ju është gjithmonë e shumëllojshme. Pra me ju mund të komunikosh në shumë drejtime, në shumë konjektura të bisedës. Por kalojmë pak tek politika. Sot 8 maj protesta e rrallës e Partisë Demokratike, nuk e di, pra normalisht që nuk keni qenë shesh sepse kishim planifikuar që të ishim në emision bashkë, por si pe shikoni protestën e Partisë Demokratike, protestën e rrallës, është në ngritje, është në rënje, më duk paktën aq sa pata mundësi të ndjekun si një protestë balerinësh në shi. Protestat zakonisht janë protesta sensibilizuese dhe protesta që kanë një objektiv. Për shembull, nëse ju kujtohet protesta e Kuksit ku vendos një tran ndarës, dhe paktën kuksianëve ju bë dëm më i madh. Ne atëherë bëm një protestë me objektiv. Normalisht për shku për të heq traun, pavarësisht se të them drejtën, aty për mua ka qenë edhe një pikë kthese, me mora seriozisht të rikthimin dhe marrjen me problemet e politikës, se pash se si dy palët bashkëpunen ashqyqari në dëm të interesit publik dhe në interesit qytetarëve. Dhe nuk ka gjë më të keqe kur në dëm të interesave të qytetarëve pozita dhe opozita bëhen bashkë, sepse opozita për atë punë ekziston. Sepse opozita është kundërshti. Në momentin që nuk ka kundërshti, ose në momentin që pjesa e frontit të kundërshtisë do më pajtohet me opozitën në rastet kur e drejta është me qytetarin, atëherë problemi është shumë serioz. Politika ka humbë sensin e thelbin e vet, ka humbë sensin e një bërësi politike normale. Pse ekziston opozita? Opozita ekziston sepse ekziston një gjendje kundërshtie e shoqërisë ndaj atyre që e drejtojnë vendin. Dhe kjo është balanca që ruhet në shoqëri. Disa mendojnë që drejtohet mirë, disa jo, dhe
Herë fiton njëna palë, herë fiton pala tjetër si mas situatave politike dhe argumenteve. Nësa Shqipëri nuk ndodh, nuk po ndodh. Kjo dhe ky është dëm i madh që i bëhet vendit. Ndërsa protesta e sotme mund të them këtë, që është disata në rrallë dhe nuk po arrim të kuptojmë edhe ne si qytetarë, apo të paktën ne që jetojmë jashtë, se kush është ky objektivi tani? Për çfarë bëhet? Po pra, kush është objektivi? Këto thonë sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar. Ti nuk po sensibilizon qytetarët e Europës, ti po sensibilizon strukturat vendimarrëse politike europiane të shteteve si Gjermania, Anglia, shteteve domosdoshmë të mëdha. Italia, ku diun. Nuk është se këto vende nuk kanë informacion dhe nuk e dinë çfarë ndodh në Shqipëri. Gjitha i kanë. Problemi ato se ato mendojnë që rruga e Shqipërisë dhe shoqërisë shqiptare demokracisë është një rrugë e gjatë dhe kështu e shohin, ato nuk e shohin problemin si ne që jetojmë këtu, se ne që jetojmë këtu kërkojmë zgjidhje të shpejtë. Nëse ato e shohin si një problem që Shqipëria mjafton të ecë në të mbajë një pozicion, një status quo që është një vend stabil, që nuk ka probleme, dhe e dyta, një vend që gradualisht me futjen në Europë do filloj të kap hap pas hapi disa standarde, gjë e cila është e papranueshme për shqiptarët, sepse kjo kërkon një kohë gjatë jetësore dhe ne nuk jemi një vend që po punojmë sot për brezin e ardhshëm. Por ne kërkojmë një zgjidhje sa më të shpejtë dhe sa imediate për problematikat e shumta që ekzistojnë këtu. Edhe për faktin që Shqipëria është në një situatë të rëndë dhe për shkak të braktisjes së këtij vendi nga një pjesë e madhe e qytetarëve. Tash pjesa më e madhe e shqiptarëve mbas 90 ose këtë sidomos nuk jetojnë më në Shqipëri, jetojnë absolutisht, sepse në Shqipëri një fjalë në diasporë është një brez, totalisht një brezëri, mund të themi. Që kanë lindë, janë rritur në me mentalitet tjetër, po ato nuk i bën dot të vinë të jetojnë në Shqipëri dhe të japin kontribut, se edhe nëse vinë në Shqipëri dhe japin kontribut nuk e njohin realitetin. Absolutisht. Dhe ka më shumë nga ato që e mendojnë politikën ashtu siç e shohin në vendin e tyre, në Itali, në Gjermani, nuk e dinë se këtu është një realitet që kaput ndryshe. Është një realitet kur interesat, unë kam thënë në vazhdimsi, interesat e një strukture mafioze të ngretur në këtë vend, që fatkeqësisht ne nuk mund ta kontrollojmë kush është Smirfieldi mafia, është një strukturë e cila normalisht ka përfitimet ekonomike në themelin e saj dhe nuk i intereson nëse qytetarët vujnë, zvujnë, se pavujtjen e qytetarëve nuk kanë se si bëjnë kaq shumë para dhe marrin kaq shumë pushtet këta persona. Dhe kur them mafia është një grup i gjerë, nuk është kuptoj. Mund mendoj vetëm me Dirama, është edhe më gjerë se Dirama. Problemi i mafjes në Shqipëri. Po këtu nuk e ngjon, termin mafje nuk e ngjon dot, për shkak sepse mafja lidhet më shumë me strukturat e larta drejtuese, me ato që e ka përmend Dumani një herë thotë, është shumë më vështirë të përballemi dhe të luftojmë mafjen me kollare. Dhe s'ka nis fare pakun luftën e mafjes me kollare, sepse është shumë e thjeshtë. Në Shqipëri dy problemet janë më të mëdha, por problemi më i madh nuk është korrupsioni se sa është pastrimi i parave. Pastrimi i parave dominon, sepse shumë më i madh pastrimi i parave se korrupsioni. Dhe problem shumë i madh është edhe korrupsioni, se vidhin drejt për drejt taksat e qytetarëve. Absolutisht. Nëse pastrimi i parave dobëson ekonominë, sepse gjitha ato para që vinë dhe nga grupe kriminale të ndryshme, duhet pastrohen, duhet filtrohen, duhet futen në mushkri, se mushkrit e këtij sistemi kush janë financiar, janë bankat. Dhe për të referuar për të zgjidhur këtë problem, ti duhet shohësh mushkrit. Por këto mushkri që pastrojnë kaq shumë para, kush i ka në dorë për t'i ndaluar ose për ta ndaluar këtë fenomen? Ka guvernatori dhe bankat e nivelit 2. Askush nuk guxon të përmend që guvernatori dhe që e ka për detyrë guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe bankat e nivelit 2, domethënë i kanë përhapur dyert shoqarin pastrimin e parave dhe mbytjen e ekonomisë shqiptare. Dhe e dyta pastaj është korrupsioni, bëhesh pushtetar dhe ti vjedh taksat e qytetarëve, të kanë besu pushtetin dhe ti vjedh taksat e qytetarëve tu.
Dhe pastaj njerëzit fillojnë edhe lodhen nga kjo situatë. Lodhen dhe shumica nuk po ikin më për probleme ekonomike. Them drejtën, por ikin Nuk kemi më emigracion ekonomik, besoj. Nuk është më emigracion ekonomik. Shumica mund të ketë. Mund ta mohojnë në mënyrë absolute këtë po. Jo, absolutisht. Më e mirë njerëzit largohen për shkak të një jete ku nuk e shohin të drejtën me sy. Janë për problemin e pronës, janë për një problem tjetër, për gjithë problemet, sepse jeta kështu është, përplasje dhe gjetje drejtësie në lidhje me situatat që krijohen. Dhe një shoqëri e padrejtë kuptohet që detyron njerëzit që të kthehen pesimistë dhe të largohen nga ky vend. Dhe unë me një pjesë njerëzve që kontaktoj dhe flas, gjithë shumica e tyre që janë larguar, shumica e tyre kanë një pikërisht për këtë arsye, është një shoqëri e padrejtë. Ibsen, shifa. Nuk gjen drejtën e vet, detyrohet të largohet. Me le të them shumë mirësisht Ibsen, me fjalë shumë me emër të komunikojmë bisedë miqësore. Çiko, a mendon që ose si shikon Partinë Demokratike ose opozitën në përgjithësi, është edhe vetë opozita që në një farë mënyre po ndihmon këtë lloj emigracioni, këtë lloj shtytje që njerëzit ikin dhe të largohen, duke parë ka shumë problematika, duke patur një opozit pothuajse inekzistente, pra kilometri i fundit, ku diun. Po tash i referohemi vetëm faktit të parazgjedhjeve, këtyre protestave. Nëse këto protesta do ishin bërë parazgjedhje për të fituar një kod zgjedhor të drejtë, do e detyronin Edi Ramën të ulin tavolinë patjetër. Nëse ti e kish përdorur, për shembull, po ta përdorësh protestin me një objektiv të caktuar, si në rastin e ndryshimit të kodit zgjedhor, sepse opozitës para këtyre zgjedhjeve i interesonte një kod zgjedhor ku listat ishin të hapura, sepse opozita a interesonte apo ndoshta vallësi ka interesuar fare? Jo, në një logjik normale. Ne po flasim për logjik normale, pastaj për atë çfarë ndodhi në pam, se Edi Ramës, Partia Demokratike dhe unë nuk e kam ditë fillimisht të faktën, se është i pa imagjinueshëm që ti falesh një kod zgjedhor që i shërben Edi Ramës shumë herë më shumë se sa i shërben te Partia Demokratike, dhe me një kalkulim thjesht matematik atëherë u nxorra që të paktën PS-s janë fal 5 deri në 6 deputet në tavolinë. Dolen edhe më shumë, po 5-6 që ishin minimumi. Se çfarë ndodh për shembull në Vlorë? Në Vlorë ishte 8-4 rezultati. Janë 4 parti socialiste që janë garë kush fiton dhe mbledhin më shumë vota, dhe ato të 4 PD-s që janë lista nuk kishin mundësi për një të pesë, atë do flenin gjumë. Dhe çfarë ndodhi? Shkoi rezultati nga 8-4 në 9-3. Ishte e pritshme për të ndodhur. Edhe në Vlorë, edhe në Fier. Pra edhe ndodhi edhe në Elbasan. Ndërsa Lesh, ku Partia Demokratike kishte shpresë, për shembull, e mundi fitoj, sepse ishin të dy janë garë për të mbledhur vota. Pra në një pjesë mirë të qarqeve të kryesore, Partia Demokratike do binte në një pasivitet me këtë ligj, ku 1/3 e listës është e mbyllur. Shumë logjika. Dhe pastaj këtu përdoren faktin që ne do vendosim akademik dhe akademikët nuk janë të mësuar të përballen me problematikat e ashpra të politikës. Një akademik që nuk do të përballet me problemet e ashpra të politikës, shkoj të japë mësim, leksione dhe japi qëndrimet e veta në opinion publik, se politika është e ashpër, nëse bëjmë do të butë me zor, kështu është realiteti shqiptar. Absolutisht. Kudo politika është e ashpër, sado e drejtë apo sado që tjetë politika është e ashpër. Është realitet. Jo vetëm që nuk futen akademik, se do isha shumë i kënaqur nëse do, edhe pse janë nga fusha akademike dhe jo nga fusha politike, sepse normaliteti është futen futbollist nuk mund të bëjë basketbollist. Edhe politik. Akademik mund të futesh nëse ti ke grim, ke pasion për të marrë me politikë, se nuk është që akademinë ekonomik e thonë me që ti je politikan, gjithsesi dëshira jonë ishte që të kenë figura me nivel. Çfarë ndodhen? Këto futen njerëzit më pa autoritet dhe më pa dinjitet që më mediokër Se mediokër në një nivel poshtë mesatare të shoqërisë, ëh. Po them, poshtë mesatare të shoqërisë do t'i bie që në 2 milion e sa vot, në rreth 2 milion votues, 1 milion tjetë më me nivel se një pjesë e deputet. A kupton çfarë? Jo ishte ajo që ishte për të çudit.
që ti merr dhe fut në lista, shtrehon në lista njerëzit tu besnik pa asnjë vlerë morale dhe pa asnjë vlerë intelektuale. Atë çfarë është ky veprim? Ky veprim është një veprim vrastar për opozitën, sepse e ka braktis misionin e vet. Ka braktis misionin e vet që opozita duhet të jetë e kundërta e asaj çfarë shohim nga pozita e sotme, pra nëse këta nuk kanë moral, ti duhet të ndërtosh një strukturë morale që tush unë po e zëvendësoj me të kundërtën. Po këta pa morale, ti pa moral, atëherë njerëzit do të thonë, çfarë do të thonë? Është një shprehje e përdorin këto tiranësit, çor për çor e kam në borë. Po, ka ti di konfuzon njerëzit me zor, ku do të japin njerëzit votë? Kur dalin partitë e vogla, Sali Berisha del edhe thotë që gjithë janë të shitur. E ka shumë të lehtë këtë për të thënë tjerëve janë të shitur. Po ka dalë publikisht tjetër dhe ka mbrojt faktin që kur tjerë protestonin kundra Erion Velis, djali Sali Berishës hante darka me Erion Velin. Po. Që nuk është normale. Ka thënë madje gazetari i njohur. Po, ti nuk mund, unë e kam pyetur edhe personalisht që është e vërtetë. Sepse kam thënë mos i ka rrashit thjesht për jorë, unë jam befasuar më ke se s'ku befasuar është tim, ka thënë. Por, ajo që du të them është kjo, që në përzgjedhja e figurave e para që nuk ndodhi dhe e dyta sulmi që u bë partive të vogla, çu në një rrugë gjendje të Partisë Socialiste. Të Partia Socialiste është e fortë në Shqipëri. Po ka shumë njerëz interesa dhe duan të plotësojnë interesat e tyre nëpërmjet pushtetit. Por po opozita ishte bërë e fortë, dhe këtë duhet ta kishte filluar shumë kohë përpara Sali Berisha që në kuvendin e 11 dhjetorit. Po, shiko, pikërisht këtu nuk do të fus në historinë e PD-s, të gjithë e dim, por do të bëj një pyetje pak më drejt për drejt, me fjalë që ta shqellojmë pak më ndryshe. Sa jeni zhgënjur nga kuvendi 11 dhjetorit 2021-shit? Jo, unë personalisht nuk jam zhgënjur, se unë po të kisha pas shpresë dhe bëhesha pjesë e foltores. Po unë isha për krah foltores sepse foltoria erdhi në rrugën tonë. Ne patëm grupimin për PD-n, atëherë nëse ma ka qenë presidenti Bujar Nishani, që ne patëm filluar një udhtim dhe treguam se kjo rrugë e Lulzim Bashës ka për çu shkatrimin e PD-s. Dhe Berisha kur u godit nga Basha erdhi pikërisht të gjitha ato gjërat që artikulonim ne dhe të rruga jo. Absolutisht e kam parasysh këtë, por duke patë parasysh ai kishte më fortë. Dhe unë në 11 dhjetor pikërisht në mbyllje të fjalës time kam thënë që sot po fillon udhëtimi si Lulzim Basha, sepse i mbroj njerëzit. Njerëzit politik nuk e mbrojnë, njerëzit politik duhet zgjidhen. Dhe e paralajmërova në kuvendin e 11 dhjetorit që rruga pas 11 dhjetorit do t'i ngjaj asaj të Lulzim Bashës. Por në atë kuvend nuk ishte vendi dhe mundësia për të bërë analiza pse. Sepse aty më shumë thuhen gjëra që konkludohen se sa. Ajo çfarë bëri Sali Berisha në vazhdimsi, premtoi që do ketë strukturë demokratike, do ketë zgjedhje të personave me vullnet lirë, të deputetëve, të kryetarëve të bashkive, premtoi për një këndvështrim konservator, e shumë premtive. Absolutisht. Nga premtimet në 11 dhjetor nuk e ka mbaj. Po në qoftë edhe një vetëm nuk e ka mbaj. Tash i burri lidhet për fjalë. Po, tjetër që po. Në kuptoj se s'bën një pyetje Sali Berisha. Zor le fjalë, vetëm një diçka na e tregoj, e ke por rëmë, nuk e ke por rëmë. Këtë punë që e ke nis. Do të ta e ke ti seriozisht asaj. Kuptoj. Ajo çfarë ndodhi ka ndodhur që jo vetëm që nuk e hapi partinë në kuptimin e organizativ, se hapja nuk është derë që e hapë. Do të departamente, do këto struktura, këto që thotë njerëz, sepse Sali Berisha nuk e njeh këto rrugë. Në 2005-ën kur ishte në zor, do të vinte pushtet, ai e njihte e realizoi me shumë sukses këtë rrugë. Sali Berisha nuk ndërtoi një strukturë të hapur, ku njerëzit ta gjejnë vetveten, por në një strukturë të mbyllur vetëm njerëz besnik. Pra kjo metodë që në Zanafil duke që Partia Demokratike po shkonte rrugën e Lulzim Bashës dhe në të kurrjen e vet. Edhe këto protestat e sotme janë asgjë më shumë, ai ka bërë Lulzim Basha 10-12 atë, 10 çobon. Asnjë rezultat, se ishin protesta pa objektiv. Dhe edhe Sali Berisha këto ishte 7-8 protestë. Nuk vjen keq për ato demokratë që shpresojnë që janë kilometrin e fundit rrëzimit të Tiranës, por nuk është kjo rruga e rrëzimit të Tiranës.
Rruga e Arsimit e Edi Ramës është postimi i PD-s. Shiko, të flasësh për Edi Ramën apo për qeverinë Rama, mendoj se është gjëja më thjeshtë sepse çdo gjë është e zbuluar. Kur janë fakte që flasin, nuk ke nevojë ti të rreshosh asgjë. Po s'është e zbuluar e di çdo shqiptar, nuk e çaj tregon një shqiptar sa Absolutisht. Janë gjithë sensibilizuar. Por unë pra nuk flas unë thjesht si Lonar, po flasim ne si shoqëri, pra nuk po kuptojmë opozitën dhe duhet bëjmë pra një pyetje ndryshe. A mendon që është e njëjta pra një farë mënyrë ti e the, por është Fryma Basha sërish në PD, duke patur parasysh komplet ato debatet, sharje, ofendimet njëri me tjetrin që kishin, dhe sot njëjtat figura ke prapë deputet dhe prapë në poste drejtuese të Partisë Demokratike dhe është vetë Partia Demokratike që po largohet nga masa dhe jo populli nga Partia Demokratike? Se fillon largimi. Largimi fillon shumë thjesht. Kur një kryetar partie fillon edhe shkel rregullat dhe njerëzit e dallojnë a shiqari shkeljen e rregullave, ai tregon që në një farë forme ka të njëjtin model me Edi Ramën. Çfarë bën Edi Rama? Edi Rama ka ndërtuar një sistem autokratik, ku rregullat e brendshme nuk funksionojnë, qoftë emrimin e ministrave, qoftë karrierën politike, sepse ka partitë funksionojnë që të kenë njerëzit hyn në parti që të kenë një karrierë politike, se kanë ambicje. Po diskutojmë çfarë? Karrierën politike nuk e vendos puna ime, po edhe aftësia ime, po e vendos kryetari me gisht kush do bëhet ministër, siç e ka prish të rregull Edi Rama, po nuk i shkërmoqet për shkak të interesave që kanë njerëzit aty, atëherë normalisht kjo kthehet në një sistem në një funksionim jo demokratik. Dhe Partia Demokratike ka të njëjtën gjë. Sali Berisha për shembull e vendos Nenin Basha dhe thotë që Neni Basha është nëse një kryetar humbet zgjedhjet jep dorëheqje të parevokueshme. Dhe ai bën duke thënë fars, zgjedhjet ishin fars dhe nuk mundesh të justifikosh sepse ti patë fars zgjedhjet e pushtetit vendor. Ti kishe marr masat, nëse s'arrin do të marrësh masa të rriqur se ka njerëz tjerë. Ose ajo që është edhe më interesante është fakti që Berisha e shkel kryetari i partisë këtë rregulla shiqari, që është nuk është nuk është normale, por është skandaloze të ndodh. Kjo është demokratike. Në vendet demokratike dhe europiane nuk krahasohemi. Mund të imagjinohet fare që ti dalësh të mohosh një premtim tëndin edhe nesër të ekzistosh në politikë, ti të fshin nga politika. Për gjëra edhe shumë më të thjeshta. Edhe çfarë ndodh? Ndodh që askush nga ato që është porreth, që normalisht kanë detyrë funksionale si anëtar të kryesisë. Kryesia është institucion. Cilat janë institucionet? Kryesia dhe Këshilli Kombëtar. Nuk e kundërshton askush dhe jo më gjithë organizmi që duhet të jetë në kundërshti, sepse janë antitrupat dhe i thonë, prit ose trit, ti me vërtet thu që unë mund të shkel çdo rregull, por ne nuk lejojmë se jemi këtu për të bërë rregullin, se jemi institucion. Pra Partia Demokratike nuk ka institucione të brendshme. Duke mos pas institucione të brendshme siç është Kryesia, Këshilli Kombëtar ose organizma të tjerë, ose janë këto në mënyrë formale, po nuk hapin kuptoj. Atë ka degraduar forcë politike, ka degraduar demokracia dhe njerëzit nuk presin më, nuk kanë më shpresë. Kjo është situata në cilën pse Edi Rama vazhdon të qeverisë i qetë, pas mira skandaleve, që mbi 12 vjet qeverisë, po thon pafund mira, pafund skandale. Po të numërosh, fillosh të numërosh gjithë skandalet nga ardha në qeveri e Zotit Rama, deri sot që nga ardha me koalicionin e qelpsirave, që patjetër nuk pritej në gjë e madhe, deri sot i bie që Edi Rama të ishte rrëzu vetë. Të ishte rrëzu vetë, mos kish opozit fare do të ishte rrëzu. Tash i bie çfarë po përdoren këto, janë si pateric. Ajo që është më interesante që e nxorre. Ora ky rrugtimi i Lulzim Bashës, me gjitha ato poshtërsitë që ndodhen në atë kohë, në degradimin e PD-s, u mbështet në vazhdimsi nga Sali Berisha dhe Sali Berisha po vazhdon të bëjë të njëjtat gabime. Kjo është çudi me fjalë. Lulzim Basha, kjo që do të thotë që ky nuk ka qenë vetëm vullneti i Lulzim Bashës, por ka qenë vullneti të dyve. Pra, kjo metodologji e drejtimit partisë nuk është vetëm, nuk mund të thush Luli ose Berisha, po është një tip kombinimi Belul. Po më vjen një model Belul në Partinë Demokratike. Dhe s'ka birnane që e merr vesh. Ora ku do të shkojnë këta? Në kuptimin e normal fjalës, se nëse po ti futesh në kupton që këta duan të marrin
interesat e veta, Nul Basha erdhi nëpërmjet metodave të veta arriti që i bërë, domethënë mund ta them pa frikë që siguroi një kapital goxha të madh dhe u largu, kaq është misioni i vet. Sepse si figurë shisharake u degradoi një pretendent lider perëndimor për të bërë kryeminist, degradosh një figurë shisharake, kuptohet që kjo ka qenë lojë. Po mirë, Ibsen. Halli besoj këtyre është më i madh, halli është poshtë tavolinës që njerëzit nuk e shohin. Absolutisht. Kanë halle për problemet e tyre, kanë halle problemet e tyre. Unë e kam ndarë, kanë dy janë arsyet që të çojnë në sjelljen e normale të këtyre. Se ke një hall kur sillesh në mënyra normale. Patjetër. Dhe njëri ose kanë probleme familjare për të mbrojtur familjen e tyre, ose kanë mision që nga viti 91 që në momentin që këta largohen ta shkatërrojnë këtë frymë të krijuar në vitin 91 antikomuniste demokratike. Dhe kjo do ishte shumë e rëndë nëse dhe ka shumë argumenta që këta e kanë si mision që ta shkatërrojnë këtë partinë në fundin e vet. Paktën populli thjesht ti ndoshta duke jetuar në Shqipëri dhe duke patur më shumë kontakte dhe komunikim me njerëzit, ndoshta edhe ti e ke has më shpesh se sa unë, por unë has shpesh edhe në tek biseda me njerëz të tjerë, apo edhe në rrjetet sociale, ku shpeshherë thuhet që këta janë bashkë. Patjetër janë bashkë, se i fali kodin zgjedhor, unë ta argumentova, i fali Prapë luhet me kodin zgjedhor. Tash ky kod zgjedhor prapë luhet. Tani ky është një kod zgjedhor për të, si thosh, për të mbytur këto partitë e vogla pa për mos i lënë të ngrihen, është një kod. Çfarë shërben qytetarit ky kod zgjedhor? Po ky kod zgjedhor gjithë ky debat duhet ishte bërë para këtyre zgjedhjeve që humbën, se tash s'ka kuptim se ky kod zgjedhor e di për çfarë diskutohet, diskutohet për zgjedhjet parlamentare të vitit 2029. Të këto të luajnë fjalë sot për nesër, jo mas 3 vjeç. Mas 3 vjeç kush e di ç'a ndodh. Dhe kjo nuk është serioze fare, po është një grup intelektual që thonë, sepse thash edhe një politika nuk mësohet vetëm në shkollë, shumë presidentë e Amerikës, shumica atyre nuk është se kanë mësuar politikën në shkollë dhe janë bërë president. Mund të jesh politolog dhe mund të jesh njohës, po nuk mund të lush lehtë dhe ti mund të jesh njohës shumë i mirë futbollit, po nuk lutet futboll si Messi. Mund ta njohësh më mirë futbollin në anë teorike. Dhe ideja është, po them në këtë mënyrë figurative, këto është një grup i cili ka filluar negociatat, grup intelektual, që nuk e di si e kanë emrin këta dhe ç'a trajte, kush janë këta. Po që mendojnë që janë shkolluar në fushën e politikës, dhe për mua marrin vesh shumë pak nga politika, sepse Sali Berisha si vlen thjesht hapet këtë debati disa vjet përpara. Dhe të jesh i sigurt që kjo do të harrohet për një kohë shumë të shpejtë. Sepse sistemi, si thash edhe një herë, sistemi zgjedhor është një sistemi zgjedhor me lista të hapura. Duhet të kërkoj majoritare. Por mungesë majoritare duhet të kërkoj një sistem me lista të hapura që të thras intelektual që të mbledhin më shumë vota për të mundet Rama. Kjo është rruga teorike. Në momentin që Sali Berisha që e shiti para 6 muajsh, para 1 viti që e shiti këtë betejë, mendoj se është zgjidhje kësaj, ne vetëm ne mendojmë që Hajduti është zgjidhje i problemit vjedhjes, nuk ndodh kjo. Mos është gabim pa qenë korriku i 2024 që e lëshoi këtë kodin zgjedhor Berisha, Partia Demokratike, që u bë një pakt i pakuptueshëm dhe që gati askush s'e priti, me fjalë. Po, jo, e ka bërë nuk është fort e rëndësishme, se nuk është fort e rëndësishme kjo, por shiko, flasësh për Ramën dhe flasësh për qeverinë e Majt, a ke parasysh është gjëja më thjeshtë, janë faktet që flasin. Janë faktet që flasin dhe dua. Nuk është puna të na keq kuptoj dikush se ne po duam të shajmë Partinë Demokratike apo shajmë opozitën. Problemi është të kuptojmë ku është problemi. Pra pse? Problemi është si të rregullojmë opozitën që të mundim Ramën, se po rregullojmë se mundim do Ramën. Absolutisht. Po ti të rregullosh makinën tënde për të hyrë në garë, s'mund të jesh makinë kundërshtar. Ti punë patjetër. Se është politik. Po kryesisht ti do rregullosh makinën tënde për të fituar garën. Absolutisht, nuk diskutohet. Po, shikoj çudia më e madhe Ibsen. Tash Partia Demokratike ka hyrë në zgjedhje për kryetar dhe më qofsh e gabim
23 me 30 maj, tani sa Me 23 maj. 23 maj ka kuvendi. Dhe Sali Berisha i vetëm në garë. Tëntoi Saljani, tëntoi Alesja Balliu, erdhi edhe ajo Mereme Sela që u bë dhe si meme, dhe sot Berisha vetëm. Pse i psen? Ka frikë Berisha, apo është ajo pjesa e autoritari që është partia ime dhe bëj unë çfarë dua? Unë do të mundohem të analizoj këtë sepse vlen shumë për ngjuesit. Jo. Ku është frika e Berishës dhe ku është mangësia e mjedisit në Partinë Demokratike. Domthon, një mjedis që nuk rrit lidera është mjedis i dështuar. Sepse vetë mjedisi politik pikërisht ekziston për të krijuar leadership, që ne mos mesim vakum. Që larg qoftë ne zemron një Sali Berisha, çfarë do bëjmë ne? Nuk mund të vëmë një kryetar thjesht ta marrim dhe ta ashtu për formalitet. Që kryetarët dalin nga betejë politike, nga garat forta, kryetarët nuk sajohen, siç i sajum në 91-shin, a? Ju kuptoj. Sa jesa e 91-shit. Imagjino ti po të kishin qenë luftëtarët si ato që vujtën në burg, si atë zefllumë me shok, me Pjetër Arnorin e me tjerë, kishin drejtuar Shqipërinë, Shqipëria do ishte kryefut ndryshe nga ajo që është sot, a? Absolutisht po. Ti je i sigurt? Absolutisht. Se kanë qenë burra me parime, burra me nivel shumë të lartë intelektual dhe moral. Absolut. Në qoftë se një leadership nuk ka integritet, nuk ka një nivel të lartë moral dhe intelektual, nuk mund ta drejtojë suksesshëm një vend. Është gjë shumë e vështirë drejtimi me sukses i një vendi, nuk është kaq e thjeshtë, janë mijëra probleme. Po duhet të them këtë që te leadershipi i Partisë Demokratike ka një diçka, ato njerëz aty të para, një pjesë e mirë e njerëzve janë të friksuar ta kundërshtojnë ose për faktin sepse janë aty se ka dashur Berisha, jo sepse vijnë nga një garë. Pra po thuaj se kryesia e Këshillit Kombëtar janë të emëruar, Këshilli Kombëtar i parë është emëruar nga Sali Berisha pas zgjedhjeve. Në prillin e 2022 kjo ndodhi. Unë kam 3 shkresa zyrtare e Partisë Demokratike, më tregoni votat mas, ti keni detyrim. Nuk të tregojnë votat, sa votat. Si më çfarë? Na kupton çfarë ndodhi mos të tregojnë votat tek Këshilli Kombëtar, që e kanë detyrim për ta bërë publik, pra i emëruar. Momentin që emëruar Këshillin Kombëtar ti ke emëruar gjithë edhe deputetët. Komplet, absolutisht. Për shembull, ke rastin e Gazbardit ose Gjikmarkë. Nuk do bashkëpunojmë me Sali Berishën, ai thotë Babaj Xhenit, ta kundërshta pafund njëri tjetrin. Pafund. Nuk mund bashkohesh në këtë immoralitet të tillë dhe ti thuash shqiptarëve kanë moral për të rrezuar dirham. Ç'është immoralitet? Madje në një moment Berisha e ka pas akuzuar Gazbardin edhe për atë vrasjen e Elbasan në 2021. Po, vrasjen e Elbasanit që akuza njëri tjetrin. Absolutisht pra, dhe që sekretari i përgjithshëm është në çështje dhe ka çështje në SPAK për një çështje që ja ka ngritur Gazmendbardhi dhe kanë akuzuar njëri tjetrin më burr, me akuza shumë të rënda. Po që ose këto janë pa laçë ose domethënë fakti që bëhen bashkë janë akuzat e vërteta, se po të ngjesun ty një akuzë jo të vërtetë. Ti me mua nuk bashkëpunon kurrë, Absolut. Është shumë e vërtetë. Është logjike. Dhe logjika thon që kjo balta që kanë hedhur për njëri tjetrin, kjo është e vërtetë që ta bëhen bashkë. Sepse për ndryshe do funksiononte ky lloj koalicioni. Tash në këtë moment që tu është një vakum figurash. Vakumi figurave është shumë më i rënd si fenomen sesa fakja ka Berisha një kundërshtar. Sepse edhe mund ta sajonte vetë një kundërshtar. Por ajo çfarë ndodhi edhe me faktin që për shembull rekapim rastin e Saljanit. Në kushte normaliteti, sepse po flasim një për normalitet e një për çfarë ndodh. Patjetër, për ta kuptuar pak më mirë. Në kushtet e realitetit çfarë do ndodhte? Saljani në kushtet normale Saljani ka një vendim të formës prerësh i dënuar, ka bërë burg. Pra Saljanit nuk i takon për të kandiduar me një gjykim të ftohtë, me një gjykim parimor statutor. Por në rastin kur këta kanë qenë vendim politik, si quhen vendimet e Sali Berishës, ashtu duhet të edhe Sali Berisha t'jap dorëheqje. Çfarë ndodh? Ti e ke qenë vendim politik dhe e ke shpall hero para 3 muaj. Si më për 3 muaj edhe në Verhoza për 3 muaj nuk ai është heroi Sali Berishës që imi, se unë kam akuzuar për një demokrat nuk mundet kurse si ta ndërtoj karrierën politike mbi shpifje. Çfarë bën gjë më nesër? Ti po dallove që unë
ndërtoj aktivitetin tim politik përditshëm duke shpif, automatikisht në momentin që vi pushtet kam për të bërë gjamën ty, sepse unë kam mungesën e moralit e kam ashiqarit të shfaqur. Shumë saktë. Në çfarë ndodh? Këta kurse si nuk mund ta përjashtonin Salianin. Sepse e kanë qujtë hero. Dhe fakti që Saliani shkon merr takim me strukturat nuk është një veprim jo normal, sepse ajo dy rrugë njihen në momentin që ti do të ushtrosh demokracinë. Ose nga lart me struktura drejtuese institucionale, ose nga poshtë që realizoi Berisha. Absolutisht. Se kështu realizoi Berisha nga poshtë komunikimin me demokratë, që është Lulzim Bashkë. Po. Ti që një metodë që e ke përdor vetë, nuk mund ta qush jo demokratike kur e përdor Saliani. Dhe Saliani nuk në rastin unë nuk kam simpati për figurën e Salianit, ha. Ju kuptoj shumë. Ku shka shumatores veprimeve të veta, nga shkopi në dorë, kur shumica është e deklaruar atër më 8 janar ti del me shkop në dorë. Kështu budalli që se natyre, do më nuk kam të qëndrueshmëria, ai nuk është person i qëndrueshëm që mund t'i besohet ndoshta. Ora, për ashtu, për me shkopinje me hunj, a ke parasysh se mund gjejmë të tjerë dhe për te Saliani, s'ka qenë Saliani vetëm. Po, e mori po diskutojmë Salianin se Kuptoj, sepse me shkopinje me hunj kanë qenë edhe ata brenda, por kanë qenë edhe këta jashtë që doshin me hyn për në seli. Ishte më e rëndë edhe po se ka qenë skenari përgatitëm, sepse unë nuk është tema për ta trajtuar, nuk është vendi për ta trajtuar, por skenari duke i përgatitëm që duhet të shohim konflikt patjetër situata. Kjo është më e rëndë. Dalja në dy kuvende, për shembull, kuvendi 18 vjetorit ka qenë totalisht i falsifikuar nga ana, mund të ketë pas parregullsi edhe kuvendi 11-s, po ka pas shumicën e dukshme me sy. 18 vjetorit ishte falsifikuar totalisht. 1900 arritje për 5.000 vende. Për 5.000 vende, po sa desha ta thosh. Po, du të them këtë që Salianin këto nuk kanë pas e kanë bërë antar kryesie jashtë normave statuore me urdhër, se me urdhër nuk funksionon kjo punë. Dhe që në momentin që ti e ke antar kryesie, e ke qujtë një burgos për politik, ti nuk mund të heqësh drejtën e kandidimit më. Ç'është? Pastaj ti fut në konfuzitet gjithë çfarë duhet të bëjmë vëlla ne, që të bëjmë karrierë. Po pse, shiko, nëse pra ti ke një jetë që edhe njeh politikën, por e njeh shumë pjesën e filozofisë politike edhe përgjithësi pjesën edhe anën organizative gjitha. Ore, a ditë mas bërthesh ti çfarë do thot vetë përjashtim? Vetë përjashtim shi termi sepse ta thonë Saliani është i vetë përjashtuar. Po si është rasti Salianit nuk futet te vetë përjashtimi. Jo pra, nëse jemi te Saliani, pra, vetë përjashtim, a duhet pak të japin një dokument këta që është i përjashtuar, nuk duhet jetë më në pëndë... Ja ta shpjegoj këtë pjesën e vetë përjashtimit. Në qoftë se unë dalë në aktivitet publik me një subjekt tjetër elektoral, kuptoj që quhesh i vetë përjashtuar. Okej, ajo po. Me një subjekt tjetër. Në qoftë për shembull, Flamur Loka ka qenë i vetë përjashtuar, sepse mandatin e kaluar Flamur Loka deklaroi mandatin e vet për Partinë Komuniste në parlament. Besoj se e di këtë. Jo, pas e shpëtuar kjo. Si? Deklaroi pra në mandatin e kaluar Flamur Loka do të rrosh nga deputeti i Partisë Demokratike në shkruaj që unë jam deputet i Partisë Komuniste. Është një dokument i parlamentit. Wow. Për shkak sepse do të kandidonte e kishte mika dal. Kjo quhet i vetë përjashtuar se ti ke firmos që je përfaqësues i një partie tjetër dhe s'mund të jesh në partinë tjetër. Nuk është për çesh kjo realisht. Tash atë është çash si thosh, apo kupton sepse është skandal. Po kjo është e firmosur, është dokument që është bërë zyrtar, është firmosur në parlament për të kandiduar Dajtin. E ke parasysh ka firmos Flamur Loka, që unë deklaroj jam përfaqësues në kuvend, ka ikë nga grupi parlamentar i PD-s, është bërë antari përfaqësues i Partisë Komuniste të atij Mark Dajti, si ka pasur, mos e shoh gabi. Po ky është veprim i rënd politik, e kupton se Flamur Loka është strukturën drejtuese të PD-s. Ky quhet vetë përjashtim. Në këtë moment që ti bën një veprim tjetër. Se dhe të shpjegoj vetë përjashtimit, morë rastin e Flamurit. Jo, po morë një rast bomb, pas shpëtuar kjo. Po është rast
është rast i ditur publikisht, se është Po mirë, pse na kupton pse se me sa gomardhi që budalli që ndodhin në atë vend. Por për të largu shqiptarët dhe për të krijuar frymën e kaosit në Shqipëri, pikërisht ndodhin këto gjëra për të shërentuar njerëzit, se kur njerëzit shohin një kryefamiljar ose shohin një grup drejtuesish të organizuar dhe të pamoralshëm, njerëzit do ikin nga sytkamët më burr, se njerëzit kanë zgjedhur për ta drejtuar shtëpinë. Ti thon i bëjnë naftën në shtëpi, kështu që do ikin njerëzit, se çfarë do bëjnë? Absolutisht. Do kjo nuk është se bëhet teori, nuk bëhet pa qëllim ke futja e ignorantëve në lista të sigurta, e Zeqines e djalit Fariballiu të këtyre njerëzve pa nivel, të i fusin me qëllim për të pashtyros shqiptarët me politikën dhe për t'ju thënë keni vetëm një rrugë, qëroni nga ky vend, nuk e bëjnë këto se janë budallej. Se Edi Ramën e Sali Berisha mund t'i qush çfarë dush, po jo budallej. Ato aq nivel kanë, këto veprime që ato bëjnë duke përzgjedh llumin e shoqërisë duke i futur në parlament, e kupton ajo të zhvlerësosh kush ka qenë parlamenti i kosa me zogut me figura që një parlament që mund të ketë zili, parlament mund të ketë në vendet europiane mund ta kenë pas zili, figura me një nivel shumë të lartë intelektual, integritet shumë të lartë moral. Kuptoj. Burra që ishin në vërtet shkolluar nga 3 universitete dhe marrin për burrën në brez për rastin e kur ti shkelin nderin e kombinër. Pas fjalë, nuk diskutohet. Edhe parlamenti i Ramiz Alis që doli në 91-shin i parë ka qenë shumë më nivel intelektual se ky. Ky është domosdoshmë kanë degraduar institucionin më të rëndësishëm të vendit, se ne jemi republikë parlamentare, e kanë degraduar në njerëz shumica, jo si fus gjithë metes, po në njerëz pa integritet dhe pa formimin. Jo, më thënë të drejtën, shiko. Unë nuk është se jam politikan, mua më pëlqen ta ndjek politikën, a kupton, dhe përpiqem gjithmonë të jem një oponent me politikën, për mos s'ka rëndësi kush është në qeveri apo kush është në opozit, përpiqem ta kuptoj pak ndryshe politikën. Por më thënë të drejtën, më bën çudi sepse ku janë disa figura që ka qenë vërtet figura intelektuale, qoftë nga Majta, qoftë nga e djatha, pra ka patur debate, ka patur, por ka pas 20 ti ndjekesh edhe në debate dhe në gjitha, po tani të kesh deputet 24-25 vjeçar, po të kesh deputet 24 vjeçar, që ai akoma s'ka dalë nga banka e shkollës, apo të kesh njerëz që bëjnë atë diskutimin me ChatGPT, me inteligjencë artificiale. Leonard, është degradim. Sa di ku edhe s'ke ku e ka aplikuar lek të puna aq më shumë problematika, dhe aq shumë gjëra kanë hap. Do të tregoj historinë e pyesin njërin, i thonë ore, i thonë do bëjmë një pyetje që dalte kjo pse ndodh kjo situatë. Tha do kopaqe, ko lufte, si e pëlqen ti tha. Vallai tha kopaqe, lufte tha jo, tha se kam frikë. Po kopaqe tha jo, tha se fitoj kur gjë. Ç'është do të du të llovi. Nuk është këto të llovin që krijohet në Shqipëri, krijohet nga njerëzit poshtë. Njerëzit poshtë merren me punë, janë i morator, janë i pastrues, janë i elektricist, janë njerëzit që merren me jetën e tyre të përditshme, ato nuk kanë nivel politik për të. Dhe kërkun në botë nuk kanë njerëzit poshtë nivel politik aq të lartë sa të arrijnë të kuptojnë çfarë ndodh. Patjetër që Siç më unë nga Shqipëria nuk mund të kuptoj shumë gjëra si ndodhin në Amerikë, sepse se një atë sistem çmirëfillti, se siç është organizuar në gjithë strukturën e tyre të funksionalitetit, shtetëror, politik e tjerë më radhë. Sepse duhet të studiosh. Pa ma këto Shqipëria një mirë. Dhe këtë të llovi që këto e bëjnë me qëllim, nuk e bëjnë këtë të llovi të krijuar, e bëjnë me qëllim, thash edhe një herë, që tu mos ta marrë vesh i pari dytin. Tu se ka marrë vesh i pari dytin për pronën, se merr vesh i pari dytin për diplomën. A rrezikon PD-ja të shkojë sërish në gjykat Ibsen? Rrezikon, shi. Tash i dalim tek rasti që se ku është frika e Sali Berishës. Se deri tash analizuam që Sali Berisha Salianën duhet ta kishte lejuar. Ndoshta Evi Kokalarin që jeton edhe Evi Kokalarin po. Sepse Evi Kokalari ka qenë një figurë që në rithembalimin
Jo, atë mund ta skualifikojnë për një arsye që pse nuk banon në Shqipëri, jeton në Amerikë, nuk mund të jetosh një vit në Amerikë bësh kryetare partie këtu se funksionon logjikisht. Duhet ta bësh, duhet të kesh se nëse ti s'ke një vit jetë aktive politike përjashtohesh nga vetë përjashtohesh. Vetë përjashtohesh nga struktura, nëse ti largohesh për një kohë gjatë si në aktivitet politik, fakti që nuk shkon dhe nuk aderon aty tregu që e vetë përjashtu vetë. Por në rastin e Alesës, për shembull, që ka qenë strukturat kandidatën, strukturat e drejtuese të forumit rinor. Ka qenë edhe primare. Po, edhe primare, nuk mundesh me një tran të lapsit, sepse ajo me vërtet nuk ka një karrierë politike lineare nga A-ja te Z-ja ku ti ke të marrë me radhë. Për shembull, unë kur kam kandiduar, i kam pas kalu të gjitha, kam qenë sekretar dege, kryetar, antar i Këshillit Kombëtar, antar departamenti për i kohë gjatë. Pra nuk më thonin që ti s'ke staturën dhe karrierën politike për të garusur. Kam njoft procesin për pushtetit lokal, proceset politike, kam njoft proceset zgjedhore në mënyrë shumë të mira të kaluar. Dhe mu nuk mund ma vinin nuk mund ma vinin këtë kufizim. Se kisha një karrierë lineare 30 vjeçare. Por me ju, pse me ju kanë punuar ndryshe, se u kanë lodhë, u kanë mërzit kaq shumë, sa që ju jeni distancuar, a kupton, kanë gjetë një mënyrë tjetër për të larguar. Ka dy rrugë, ose të shkosh të futesh aty, sepse për të bërë politikë tamam duhet të futesh aty, po bëhet futesh aty në një mjedis. Po vjen herë ti do marrësh herën aty mjedisi pastaj, e kupton sa e rëndë është ajo. Nuk është se s'mi kanë ofruar mundësi, kam drejtën në aspektin personal. Për shembull, Sali Berisha Mazgare më ka thirrë dhe më ka thënë që duhet të diskutojmë për një pozicion drejtues. I kam thënë, doktor, i kam thënë janë dy probleme. I para njëri që fytyra ime vlen më shumë se ai pozicioni politik, se unë kam deklaruar që vi këtu për të bërë një garë. Dhe ju nuk I keni nejtë strikt në realizimit një gare të ndershme. E dyta dhe kam thënë që çdo postit më ofroi Sali Berisha, unë nuk do shkoj, do jem antar I thjesht I PD-s. Dhe e dyta është, tila tropoja, flamurin në Vosej, në Këshishtaveci, komuna, e unë në Kukësi, Traveti, janë shumë më burë për të drejtu gjithë PD-n. Sepse do politika dhe një shtrirje territoriale. Pa nuk të diskutohet. Ti nuk ka thjesht një garë që mund dalim, po ti një garë vrapi, dalim të tre për një zonë, s'ki që na thuzë, dalim dalim tre Algerian, dalim ato, se ajo është tjetër lëndë, sa këtu ka profesim politik, zonave të ndryshme, do këtë nga Vlora, nga Shkodra, nga Foça. Si rregull është duhet. Duhet ngjyrim, disa kritere duhen vendose, ke parasysh, edhe unë jam me këtë që partitë kanë edhe në aspektin funksional kanë edhe kriteret e tyre, nuk është gjithçka vetëm domongarash në themel, po ka se duhet të kesh përfaqësim sa më të gjerë për të fituar gjithë Shqipërinë. Dhe këto janë gjëra që njerëzit duhet I mirë kuptojnë. Por në rastin e Alesës që e ka para rastin e dytë, ose te Viko Kalari këto do ta kishin bërë këtë njoftim të kritereve shumë kohë përpara. Nuk është e drejta e Albana Vukshit e komisionit, po është e Këshillit Kombëtar që mbas statutit nxjerrakën në statutorë ku përcaktohet se cilat janë kriteret që ti mund zgjidhësh kryetari I Partisë Demokratike. Pra një kohë pa fillu fushata e brendshme e partisë. Dhe kjo është gati quhet Po të s'ka fushat fare, ata kanë shpallë si sot për nesër për të dorëzuar ato dosjen e kandidatit. Ju kanë lënë janë 23 ditë, mu zot ditë kohë më la, atëherë dhe më thoshte tako gjithë Shqipërinë. Po takohet për 10 ditë kohë gjithë Shqipëria, po janë 70 e sa deg minimalja. Mund shkosh ti 70 e sa deg për 10 ditë, 7 deg në ditë. Vetëm shkosh 7 qytete në ditë ti shohësh, vetëm ti kalosh me makinë, si kalon dot, ju të bësh takime. Absolutisht. Kjo është tjetër histori, po du të them këtë që këta janë në gabim krye kput të mënyra se si e kanë organizuar procesin zgjedhor. Dhe këta që reagojnë e kanë me drejt, përveç se kësaj zonjës që kjo nuk I plotëson të kriteret, kjo e fundit fare, dhe për të mos bërë që sharak nuk e kanë leju këtë, kanë thënë më mirë me dinjitet. Ajo u bë për 24 orë, ajo u bë, mbaroi punën, s'pat media, s'pat rrjet social që presioni opinionit publik ishte aq I madh, do ta kthente aq I sharak garën se ato detyrojnë ta eliminojnë. Po, ajo ka çuar në gjykat? Është saktuar edhe gjyqtarja? Ka treguar se ka integritet, sepse në aspektin e parë duk sikur ajo domethënë do ishte një sajes, po në fakt tregoj që e çon gjykat, ai që e çon gjykat ka integritet për shembull. Dhe në këtë rast duhet të them që
nëpërmjet procesit gjyqësor mund t'i hapin, sepse mund t'i hapin probleme. Pse? Sepse është neni i statutit që del edhe i referohesh gjykatës dhe i thu që të paktën masën e sigurisë për ta pezulluar njëherë për njëra garën politike. Sepse e pezullon. Mbas nenit statutit, sepse Berishën e kap një nen statutor. Ndërsa këto thonë që me aktin e Albanavokshit ne jemi përjashtu, Berishën e përjashton statutin në këtë rast. Dhe po të referohen gjykatës, gjykatat në këtë rast janë detyruar ta marrin në konsideracion. Unë e kam bërë edhe unë këtë punë, kam kërkuar mas sigurie për Lulzim Bashën. Atë kur e kam bërë unë nuk kishin forcë gjykatat, kishin shumë frikë për të reaguar. Kjo është rruga, edhe unë jam drejtuar me çështje gjyqësore kur jam përjashtuar në vitin 2021 nga Lulzim Basha pas një lloj shpjegimi, nuk ka thënë minimalisht, nuk plotson këtë kriter. Se po të thotë nuk plotson këtë kriter, e sheh dhe e pranon faktin. Absolutisht, është fakt. Nuk ka asnjë shpjegim. Po të thotë unë do të përjashtoj, jo pastaj. Sepse ai që përjashtohet thirret edhe i komunikohet. Zotri, janë 5 kritere, ti s'plotson këto 2 kritere ose këto kriter themelor dhe nuk mund të jesh shqiptar. Pra, është një parti politike serioze duhet të komunikojë me garusin. Ti e hap garën, mund të regjistroj 100 vet, do ti mund t'ja skualifikosh të 100 që s'plotson garën. Por ama secili nga do të sharru dhe të ketë një dokument zyrtar të shkruar. Jo me thashë theme, Saliani dalin edhe i thonë këto që ti ke taku filanin. Po mirë ti në njerëz jemi mund të takojmë kaq në Shqipëria. Pse s'mund të ngjitse është kjo që të takosh një kriminal edhe u bën kriminal mrena ditës? Ore, po ndoshta takoj edhe pa dashje, ndoshta takoj edhe SSD, ndoshta hyj edhe lokal. Po mund të ketë Leonardo dhe një njohje përbashkë. Po më mirë, normal, nuk ka lidhje, është Kam një njohje tash me supozojmë mund të kem një njohje tash me një personazh në politikë që të pësës. Pse s'du të pi kafe unë, ku ç'është kjo punë? Ne kemi kthyr sistemin komunist këtu. Absolutisht. Është tjetër organ që merret e pas në figurë. Ore, këtë metodë ma përdorin mua burr. Në një kafe isha i ulur me 2 intelektual, 2 artistë, një sportiste të njohur edhe me një aktor të njohur të Kuksit, vjen Safet Gjici, dikush kish bërë në lokal një foto dhe urdhro. Thonin se Darka e Dreka e pse në ligj. Ai erdhi na u bashkangjit, ne nuk mund t'i themi dikujt presidentit, ai sa edhe ishte vetëm president ekipi futbolli, ja kupton. Kishte një funksion klar. Po çanci ka. Jo, morën 6 muaj me shpifje më burrë. Thonin që ulën ata. E kemi bërë model këtë fatkeqësisht të shpifje. Kjo është shumë e rëndë kjo. E kupton ajo pse ti pi kafe me të marrë dhe me të akuzu kjo, as në kotën Verhoxhës tamam se bënin këtë punë. Tash ne jemi të shku në degradim, jemi të shku po. Nëse unë kryj një veprim, atëherë po. Të ti ke drejt më akuzosh. Ama fakti, ta akuzosh Salianin, që është pjesë e grupit kriminal ose për shembull një ish kryetar partie në Durrës, që je pjesë e mafjes italiane, ku diun çfarë ajojnë të pas një fakt. Po për akuzën duhet të kesh faktin. Po se ti nxorrë faktin në lojë. Se tash do bëhemi qeram duke akuzuar. Tani Partia Demokratike, Partia Demokratike, nëse çfarë serumi duhet i bëhet, ose çfarë mjekimi, çfarë kurimi, apo s'ke çfarë i bën, me fjalë është totalisht e Sali Berishës. Ska lind me Sali Berishën, do vdes me Sali Berishën. Duhet të para se të futem kjo edhe cila është frika e Sali Berishës. Po pra po, ndaj po kthehemi këtu. Po se na iku nga ajo që mos harroj. Frika e Sali Berishës e vetëm ishte që po të kishte një konkurrent serioz si Saliani, jo se nuk do e mundte. Ai mund të marrte mbi 15% dhe me statut atij i bie që e drejta për të kryer një fraksion. Se kështu e kanë, nëse ti nga merr 15% të lindë drejta të kryesh fraksion. 11% ja mora unë. 11% ja mora unë me një grup me 5 vetash, 11.2% duket. Wow, 2021. Unë isha. Po. Mora 3400 vota me 23.000 sa 24.000 vota që pa Sali Berisha. Pavarësisht se këto e shtyn zgjedhje 2 orë dhe Sali Berisha u tha 40.000 ushtarët e vet, do më ndu 40.000 vota. 40.000 vota. Patjetër. Por nëse rastin e Saliani ka shtete financiare dhe ka njerëz që nuk e di nga burat. Po është në gjendje për të ruajtur kutitë e votimit. Se unë kisha 10 ditë unë çfarë do organizoja takimet, fushatën apo do organizoja komisionerët në Shqipëri, se bëja dot aq shpejt. Absolutisht. Pra unë kërkoja po një mujore që të ndërtoja strukturën elektorale që të kisha përfaqësues të mi. Dhe unë aty ku kisha përfaqësues dola shumë mirë, aty ku s'kisha mishlonin 0 vota. Ndërkohë kishin njoftuar sa ishin votave.
E bënin, nërsa me Salianin do ndodhte po t'ishte ngarë. Do ndodhte kjo që Saliani do kishte mundësi për të rujt votat. Dhe Sali Berisha nuk do merrte më 40 e sa mijë, po do merrte 20 e sa mijë. Dhe në momentin që do verifikohej që Sali Berisha ka 20.000 ushtarë më pak, tregon fundin politik të Sali Berishës. Pra Saliani nuk është se do e shumë interesante kjo, shumë interesante kjo analizë. Po Saliani do e mundte duke vënë pa që këti i ka ra ushtria nga 40.000 20 e sa mijë. Dhe kjo do ishte humbja e Sali Berishës, dhe Sali Berisha e dikte. Po ky është thelbi i gjithë garës, nuk është garë se Saliani mund të shtëpia vetë Sali Berishën. Nuk e mund dot sepse nuk është ai e ka ndërtuar atë guackë dhe ti në guackën tënde në guackën time nuk mund vish mundësh. Absolutisht. Njerëzit e mia ato që. Absolutisht. Saliani do bënte një garë, do merrte shumë vota, sepse do ishin edhe vota, sepse unë nuk ashte mora 11% vetëm si pse, se më njoftën mua, po më ngjuan se çfarë flas edhe. Absolutisht, edhe është një alternativë tjetër. Saliani për shembull thot gati as po the 20% atyre gjërave që unë kam artikuluar dhe si është zgjidhja që më pyetet ashtu, si është zgjidhja e kësaj pune. Po. Dhe duhet të po Saliani mund bënte një betejë politike që do verifikonte numrat dhe numrat kanë shumë rëndësi se numrat lexohen politik. Dhe kjo është vetëm Afrika e Sali Berishës që ai do të nxjerrë 40.000 ushtar prapë, ai do nxjerrë 20.000. Po mirë më pse? Ai nuk i ka 40.000, po të nxjerrë 40.000, shesh ai aty, bëhet nami me. Po mirë, ç'a do e gjente Sali Berishën? Pra të thoshte gare hapur, futej Saliani, Balliu, kush donte me fjalë dhe do i dilni numrat tash, do i dilni 20 e sa mijë votu, 20 e sa mijë vota Sali Berishës. Po kësaj bie me fjalë që Partia Demokratike është vetëm e Sali Berishës edhe pikë maro. Ka kthy gjëni nga një pyetje, ma bot pse ke zgjedh që ti jesh. Po sepse ti deklaron që kjo është shtëpia ime. Ndërkohë që ajo me të vërtetë nuk është shtëpia e Sali Berishës, nuk është pronë e Sali Berishës, sepse kanë kontributin për ata janë themelues të Partisë Demokratike që s'e kanë njoft fare Sali Berishën kush është. Po mirë, dakor, po tani aty është, tani aty është. Janë me vjetra intelektual, familje, njerëz që sot ndoshta janë jashtë Partisë Demokratike dhe e shohin me keqardhje, se u vjen keq për një parti që e kanë ngret vet. Partia Demokratike s'e kanë Sali Berisha, kanë dhënë kontributi atyre. Se su qa u bë Sali Berisha, zoti që të shpërndaj frymën. Një ndër ata unë po e përmend sepse e di se s'mi vjen keq, e kam shumë mik dhe kam patur edhe 2-3 herë në radio, por shumë një ndër ata është edhe Fatmir Mërkoçi, që ndoshta ju edhe e njihni. Fatmir Mërkoçi patjetër zaj ka qenë një aktivist. Që është Fatmir Mërkoçi. Dhe aktivistët ka rrezikuar dhe jetën, një konservator, një njeri edhe ai që flet pa droj, pa frikë. Dhe një njeri që s'ka pas asnjëherë një post si thosh apo një diçka nga Partia Demokratike, pa që i dhëm. Ajo që thuti në rastin përmendë rastin. Mora këtë sepse e di se s'mi vjen keq që ja përmend emrin, sepse e kam mika, se mund të jenë shumë të tjerë. Shifë mu njerëzit që kanë dhënë kontribut, një njerëz që rrezikon kokën e vet për një proces demokratik duhet vlerësuar. Bie dakord për një çështje të caktuar në tjetër, sepse këtë ka demokracia. Pra mund mos bim dakord, por nuk mund të humb kontributin, dhe nuk mund të humb sakrificat. Pse ne s'mendojmë se çish mund të ardhmja e PD-s një lloj. Unë po filloj edhe fakti që s'mendojmë një lloj. Do të shkel sakrificat, ajo parti nuk funksionon më pastaj, sepse nuk është ndërtuar me mbi vlera. Shumë vërtet. Dhe kjo rasti, jo vetëm rasti Fatmirit, po unë po të them janë si Fatmiri ka shumë në figura tjera që janë anashkaluar, janë e kanë pa veten që janë të pa zot. Dhe ajo çfarë është më rëndësishme unë e kam analizuar. Modelet, krijimi i modeleve ka shumë rëndësi. Politikanët në Shqipëri nuk punojnë për të krijuar modele. Dhe Ramiz Alia ndërtoi një strukturë, një modelin që duke i nejtë si Servilën Verhoxhës edhe duke u jargavitë zvarrit ti mund të hypësh në krye. Dhe ky model i suksesit Ramiz Alias është bërë precedent për gjithë tjerë, sepse kush kundërshton i bitën kokën Verhoxha. Edhe këto tjerë që erdhën pas, njëjtën metodë. Kush kundërshton bien kokë, pra modeli i kundërshtisë. Qoftë me të drejtë për pikpamje. Beson tek Kakovica ti?
nuk është çështja e besoj, Katovica është realizuar. Unë kam pas debat me një personazh, me një person që shpesh publikon informacione nga sistemi komunist, si ka qenë ai sistem. Më thonë drejtën do ta vlerësoj këtë pjesë, po një ditë shkruante që kjo Katovica është një sajes e madhe. Të shkruan të imagjino sa gabime ortografike ka dhe kish marrë dhe kish analizu në aspektin e grabimit gramatikor të shpresën. Edhe i thom, si ka mundësi ky gjeni politike nuk ka ditë shkruaj. Sepse ato që thuan ato që thuan gjeni politik, që të parashikosh 30 vjet se çfarë do ndodh. Absolutisht. Kush nuk mund ta parashikojë 30 vjet. Që ato janë një realitet. Katovica është një realitet që ne jetojmë. Pra është apo s'është tamam dokumenti dhe si qysh tek, sepse ata në dokumenta akoma janë sekret dhe nuk mund qysh. Jo, po duke e parë atë përditshmërinë e këtij 35 vjeçar, po thjesht është po sekretet në Shqipëri fillojnë që nga vjedhja e pasurisë të qytetarëve shqiptar, biznesmenëve shqiptar në vitin 45 në vazhdim, që nuk ka asnjëherë nuk janë hap dokumentat. Sa u morku që gjithë ky kapital që u mor njësoj kohë struktyre dhe në vazhdim deri në vitet 90. Dhe pas viteve 90, pastaj prap filloi një strategji. Ramiz Alia është një figurë në aspektin politik, një politikan për llojin e vet shumë i Zotit, pavarësisht se poshtë, shumë i Zotit, që ai ndërtoi një strategji dhe të merit që ai ndërtoi një strategji për të shpëtuar llojin e vet, lëkurën e vet dhe për të ndërtuar një tarme për prezin tjetër, të merit nuk mund t'ja mohojnë Partia Socialiste aty dhe njerëzit e Partisë Socialiste. Se ai ka bërë të jenë sot biznesmen më të fuqishëm të Shqipërisë. Dhe se rrëdhoj e kësaj Katovice, biznesmen më të rëndësishëm Shqipërisë janë. Po këta kanë deportuar deri në Partinë Demokratike, sepse po të ishin thjesht tek Partia Socialiste, hajde, okay, po këta kanë deportuar. Partinë Demokratike ndodhi kjo, që sa i Ramiz Alia patjetër u hapi rrugën pjesës që ai quante revizionist brenda partisë vet. Sepse po ta studiosh me kujdes atë kohë, duhet një emision i veçantë. Ai filloi dhe ndërtoi bashkëbisedimin një vit përpara me intelektual. Dhe diku nga shtatori Gjergj Bushit në një takim, atëherë i tha që Bushit vjetër, Po. I pa thënë që ne jemi në rrugën e hapjes dhe zhvillimeve procese demokratike në Shqipëri. Ja ka thënë me aq sekonda se ka pas mundësi për të folur, ja 40 sekonda ka gjë I ka thënë Ramiz Alia. Dhe tash të dalësh edhe këtu që ne që e kemi tu në 90-ën ku Partia Demokratike, Sali Berisha I pari fliste për komandantin legjendar. Po deri janar thuaj presidenti është me ne, domthon e kupton ajo si Zanafilla, të imponuar që ti thush diktatorit je me ne. E kupton çfarë absurdi logjik është ajo. Megjithatë, kjo do një temë tjetër. Nuk është çështja se besoj apo jo unë te Katovica. Katovica është një realitet që e prek me dorë në të gjithë dimensionin e saj. Pikërisht për këtë, se kisha thjesht tek besimi juaj. Pastaj ndash besoj se është një dokument, ndash mos e besoj. Shikon realitetin. Absolutisht. Po mirë. Shiko, kur kam do më lejosh të bëj dy pyetje, më kanë ardhur kur kam bërë një ftim sot më kanë shkruar disa miq mi fjalë dhe pothuajse janë dy pyetje që I përfshin komplet atë çfarë kanë dashur ata të pyesin. Një pjesë e madhe më kanë shkruar mi fjalë që duke të falendëruar ty që ke ardhur në emision, duke pas respekt për ty dhe për çdo gjë çfarë ti thua, thonë do je I zhgënjur që Sali Berisha po vazhdon dhe mbron në çerdhën e tij Ilir Metën dhe Ilir Metës I dha 4 deputet dhe hoqi 4 demokrat për të qenë në listën e deputetëve. Kjo është e rëndë që ti një person I cili e ka akuzuar për vrasje, e bën alat, dhe unë kam reaguar që në 2009 kur ne e bëm alatin Ilir Metën, kam qenë kryetar partie në Kukës dhe ku ka udhëzimi në ligjërat drejt ju kam thënë antarëve të kryesisë. Ky udhëzim do të ham turpin me bukë për shkak të pushtetit. Më këtu ka ngordh morali. Dhe më dije që aty nga I moment kur ne u bëm 2009 që kishim mundësi mos të bëshim. Dhe një ndër kundërshtar më vonë mora vesh që Sokol Ulldashi më tha,
Pa pse tha deklaron kështu se informacionet vinin se çfarë thuhet çfarë. Po nuk diskutohet. Politikë. Kanë gjëra që deklarohen. Sepse Sokolëlldashi kish kërkuar për shembull që mos bëjmë koalicion po të rifutemi edhe njerëz zgjedhës se do fitonim po të rifuteshim edhe njerëz. Siç futet Albin Kurti, e ke parasysh? Po një deputet morën në 70 merrshim edhe një më shumë. Në rifutjen ngar. Por edhe ky ishte një moment kur ti jep një mesazh shumë të keq opinionit publik, personi që akuzon për vrasje, për çfarë se kishte akuzuar Ilir Metën, për thesarin e për gjitha e merr alat. Pa ti ke thënë moralit Ik pierdo, ka thënë. Ajo që ishte më e rëndë ishte që Ilir Meta ndodhi ngjarja 21 janarit për shkak të Ilir Metës dhe bllokut Ilir Metës, Partia Demokratike ra nga pushteti, Edi Rama e mori në koalicionin e vet çelësirave, dhe ti i the tradhtari Ilir Metës, pastaj e bën tradhtarin prap 2 herë me vete. Tu mo ti ke thënë njerëz, unë s'kam moral politik. Por po të thash tradhtar, ti nuk ulesh dot më. Kuptoj. Sepse tradhtari, si rregull, ç'do duhet të jetë? Epiteti më i rëndë që mund të thush dikujt. Po e the tradhtari e ke thënë gjithë apo shtësi. E kësaj bote. Dhe ku them që kjo me Ilir Metën ato me drejt thonë që kjo është e turpshme, po tash është një mjedis politik i turpshëm që u bën mo njerëzve përshtypje bursa. E ke parasysh i ke shku 100 herë njerëz. E kuptoj. Por jo, thash pra, ja se unë ndjeshmërinë. Dhe këtu du të them që kjo puna që ka ndodhur me 4 deputetët që i ka futi Ilir Metën e ka bërë sepse ai e ka alat. Nuk e ka tashmë alat politik, po ka alat edhe të interesave të tjera, si Ilir Meta e ka thënë shiqari, unë kam thënë një dorëheqje për Xhenin. Pra i ka implikuar djalin në këtë çështje. Dhe kjo mosilla se është marrëdhënie politike, po i ka futur deri në marrëdhënie familjare. Pra Sali Berisha ka marrëdhënie familjare dhe i ka detyrime Ilir Metës. Nuk është çështja politike. Tashmë kanë marrëveshje si vëzhgjet siamez. Po kjo është shiqari tash, dalësh të mërësh Ilir Metën. Jo, unë thash pra, se kur kam bërë njoftimin sot, mi fjalë kanë shkruar disa dhe kam edhe një pyetje tjetër, mi fjalë që është një grup pyetjesh, po që po i përfshin gjitha. Pra, falenderoj dhe duan atë mendimin tënd. Si ka mundësi që Partia Demokratike thonë nuk po reagon, nuk ka reaguar as për Thethin, as për Rjollin, nuk ka reaguar as për Veriun, pra nuk po reagon dhe nuk po reagon as për paketën e maleve dhe kush është mendimi jot dhe a mendon që Partia Demokratike thotë janë bashkë me Edi Ramën për të vjedhur Shqipërinë dhe për të shpopullizuar Shqipërinë. Që unë Sali Berisha me Edi Ramën unë e kam postër, që Sali Berishën dhe Edi Ramën i kam futur të dy bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e tyre prapa dyerve të hekur. Në një normalitet të duhet kishin përfunduar gjithë me gjithë kupolat e veta prapa hekurave të burgut. Duhet përfundojnë. Nëse këta ne nuk do jemi të zot që të ndërtojmë një frym që këta të gjithë duhet përgjigjen për çfarë ka ndodhur në Shqipëri, ne nuk kemi realizuar gjë. Dhe patjetër që ndodhin që investitorët nuk e njohin mirë problemin e Thethit dhe po prekja e pasurisë tjetrit. Prekja e pasurisë tjetrit, ku e ka me leta ose e ka në një proces. Si do që tjetë Partia Demokratike është dash të reagonte? Për shembull, nuk është problemi ne zot merremi me se le të merret A mund ta shpjegoj? Patjetër. Në momentin që ti shkon edhe prish në Theth, diku ja prish një njerëz që e ka po në Rjoll të Shkodrës që ka 2 muaj 3 muaj që atë po protestojnë banorët. Opozita është e detyruar që të reagojë më burr. Është ka detyrë funksionale të veten që të reagojë mbrojtje të interesave të qytetarëve. Verifikon qytetarët dhe ma qëndrim. Nëse qytetari e ka gabim nuk mund ta mbrojë. Po ku qytetari e ka drejt e ka detyrë më burr, se është opozitë më burr, pra punë është. Absolutisht. Të shkeljen e drejtave qytetarëve kur opozita e realizon nëpërmjet pushtetit të saj. Kjo s'ka diskutim. Dhe unë po them që këto interesa janë shit para zgjedhjeve kur i ka falë deputetët. Pra janë në një marrëveshje. Sepse pa që në një marrëveshje unë nuk të falë 6 deputet ty në letër përpara.
Po të falet gjështë dhe putet, kam të rrim pushtet që jemi në marrëveshje. Se cila është marrëveshja, si ajo atëre 21 majt, ku ishte të Lulzim Bashës me Edi Ramën. 17 maj. Që na marrin sekond. A se cila është marrëveshja, unë nuk mund të artikuloj, sepse unë jam pjesë e saj, absolutisht. Në tavolinë tyre. Po që ka një marrëveshje, kjo është shaqërqarje e dukshme. Këtë e kupton se po shumë. Unë kam qenë me probleme shëndetësore në këto zgjedhjet e fundit, po dola për të qenë kandidat për të bërë publike vetëm këtë fat. Unë kam ditë se nuk do të votohem, për shkak se të marr qendrimet që maj unë është pak e vështirë për të votuar në Shqipëri. Por ndal vetëm për të thënë këtë mesazh, që këta janë bashkë, këta po mbrojnë interesa në mënyrë të përbashkët. Jam i bindur për këtë sepse tregoj struktura e kodit zgjedhor, por jam i bindur edhe për faktin që këta nuk e prekin me dorë sistemin bankar. Më ngjo, fillon lufta ndaj mafjes dhe ndaj të keqes reale kur ti të fillosh të futesh dur te sistemi bankar. Ta pastrosh mushkrin, se nuk merr frym dot ekonomia nëse ti pastron mushkrit. Dhe sistemi bankar janë mushkrit e ekonomisë këtij vendi. E ke gjurë e Sali Berishën të meni guvernatorin e para ose bankat e nivelit 2 për pastrimin e parave kur. Tani që po artikulon ti, isha duke menduar me të shpejtësinë e sekondit për të riprodhuar ndonjë deklaratë, por sinqerisht nuk po rezulton në sekondë. Nuk e asnjë, janë në kompromis plot, sepse aty këto janë bashkë të parat. Duke qenë bashkë të parat, kjo e tregon. Fakti që këto nuk marrin dhe nxjerrin fakte për si nivelit, e di çfarë bëhet kërdia më burr në bankat e nivelit 2. Domthon po dalin informacione në bankat e nivelit 2 dhe fakti që banka kombëtare dhe guvernatori i saj që e kanë për detyrë të kontrollojnë bankat e nivelit 2 dhe nuk veprojnë, tregojnë që këta janë pjesë e një sistemi mafios dhe po dalin ato fakte do limerisën njerëz. E diti sa kompani gaz janë krijuar që nuk dihet se si janë. Fond më bëra mbush. E mamë në rastin e atij çobanit që doli me 60 milionë euro, ai s'ditë të firmoste. Të quhen kompani që veprojnë kompani të tilla, që pronari është një murator, dhe aktivitetin e kryen nëpërmjet një CEO. Prej njugën veri kemi kulla pa fund, ku diun ndërtime pa fund, njerëz që vojnë s'ka një banesë, njerëz që vojnë për bukë. Po të tregoj një fakt. Vetëm fakti i kullave, po të filloj opozita dhe të zbardh informacionet, por nuk i zbardh se është vetë brenda në sistemin që kanë ndërtuar këtë ekonomi. Po të filloj edhe të zbardh informacionet, do vej njerëz konkret, opozita flet në trajta të përgjithshme. Jam shumë dakord që fillon analiza nga trajta e përgjithshme, po opozita ka shumë informacion, sa duhet flas me emra konkret. Edi Rama e duan këllçe ashtu, zoti Elezi. Po sepse e ka për detyrë për ta bërë opozita këtë. Mirë, shiko. Dua të kaloj pak tek diaspora. Duke qenë se ne themi me fjalë dhe është e vërtetë, ajo që mund të jenë mbi 1,5 milion shqiptarë në diasporë, mos ndoshta edhe më shumë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë që thjesht për një brez, po themi 40 vjeçar në diasporë, por tashmë në diasporë është një brez i lindur dhe i rritur pa një brez tjetër i ri në diasporë. Dhe diaspora në periudhën e fundit, pra në zgjedhjet e fundit, mori edhe drejtën e votës. Dhe unë shpeshherë, edhe me të ftuar të tjerë, qoftë me të ftuar të diasporës, apo edhe vetë shpeshherë kur kam mi fjalë emisionet e mia, e cek shpesh që diaspora duhet të marrë, si thua, fatet e vendit në dorë, fatet e kombit në dorë. Nuk duhet thotë më pse s'bëhet Shqipëria, pse s'ngrihen. Pra diaspora, unë e them, duhet të organizohen, duhet të bëj presion që në kodin zgjedhor diaspora të ketë përfaqësuesit e vet. Pra, ti ketë 3-4 vende, 5 vende, ku diun, mi fjalë që diaspora të votoj për të vetët. Dhe do doja një mendim tëndin. Pra, një mendim, si thush, të një specialisti si ju. E para njerëz e dritë, ato njerëz që këto 1,5 milion që jetojnë shqiptarë e ndryshojnë shumë lidhet. Domthon brezi ne më shkon duke u dobësu lidhet familjare dhe ligët gjakut, po ne kemi këtë cilësi, akoma i ruajmë lidhet e gjakut. Absolutisht. Dhe pjesa e mirë e shqiptarëve këtu jetojnë pikërisht e kontributeve që japin ato njerëz atje.
Dhe për t'ju dhënë drejtën e votës atyre është një detyrim. Unë kështu e kam artikuluar gjithmonë, është një detyrim t'ju japësh drejtën e votës, sepse ato e shohin më ndryshe, le ta japin mendimin e tyre, dhe faktin që ato kanë mbajtur gjallë ekonominë shqiptare dhe i kanë mbajtur gjallë këto njerëz që janë këtu në Shqipëri nëpërmjet pikërisht kontributit edhe punës tyre, ne kjo është një detyrim. Nuk mund të thush aty hajde dhe voton Shqipëria ditë, sepse normalisht kanë hallet e veta, punët e veta njerëzit anë. Por duhet t'ja japësh të drejtë. Ajo çfarë ndodhi në këtë rast ishte që diaspora votoi shumë pak. Dhe Partia Socialiste organizuar sepse ato kanë ndërtuar dhe mund të bëjnë Partia Socialiste ka filluar fushatën edhe tani për 2027. Po, normal, sepse ka strukturat më të organizuara. Dhe çfarë ndodh? Në qoftë se ne kemi diasporën, për shembull 100%, ajo është fokusuar te 20% që i vet, që ti nxis të vinë. Dhe 80% një pjesë e mirë e diasporës, 80% nuk kanë ardhur fare për të votuar, kupton ajo. Nuk e kanë marrë mundimin për të votuar. Dhe kjo që ti nxisësh masivitetin në diasporë është gjë shumë pozitive. Por një këshill për diasporën, mos ngjoni ato që ju vinë politikan nga Tirana, shifë gjykoni vet, ulëmtoni vet. Sepse ju i doktrinojnë. Siç i doktrinuam këtë pjesën që mori pjesë dhe një pjesë e mirë votuan Partinë Socialiste, se thonin pa ndryshime, po ti mund shohësh ndryshime në aspektin e ngritjes së cakullave, rregullimit që po shifë gjithë Shqipërinë. A mendon që, shiko, Ibsen, a mendon që diaspora, se unë kam të kjo, a duhet diaspora të organizohet në një lëvizje të vetëm, pra sikur ka pas thënë Rama dikur përtej së majtës dhe së djathës, pra sepse në diaspora dhe nëse je komunist në Shqipëri, kur dalësh jetosh në Gjermani, je kapitalist, sepse do jetosh si kapitalist. Pra, a duhet të organizohet pra si lëvizje dhe a duhet të ketë bëj presion diaspora që diaspora të ketë 4-5 vende, 3 vende në parlamentin e Shqipërisë. Pra ai që është diaspor të votoj për dikën tjetër. Jam vetëm kundra numrave të Jo, nuk po merrem me thjesht e thash si shembull, a mundon si shembull bisede. Po them që diaspora ka drejtën e krijimit një lëvizje është në drejtën e vet, sepse jemi në politikë, që krijohet një subjekt konkurrues, që në themel ka diasporën nuk është demokratike, është normale që të ndodhë. Është e mundur, është shumë e vështirë, sepse diaspora është shumë e shpërndarë. Njerëzit janë shumë të ngrënuar, jeta është shumë dinamike atje ku jetojnë. Ato kanë shumë vështirë, për shembull unë falenderoj ju me këtë Winder Radio që është një dritare që na jep një mundësi edhe ne që jetojmë këtu që të ndajmë konceptet tona me diasporën, sepse po ndam koncepte me njëri tjetrin, nuk mund ta njohim një realitet. Po ndaj kemi ndërtuar edhe në këtë dhe ndaj po të shtroj edhe këtë lloj bisede, pa për të marrë disa mendime ndryshe, apo disa mendime tjekura. Një lëvizje politike e tillë në diasporën për mua ishte e mirëpritur sepse do ishte një shenjë ndryshimi. Po jo e kapur nga Shqipëria, se po u kap nga Shqipëria. Absolutisht. Kuptohet që e keqin brenda. Po të jenë të pavarur dhe të organizojnë do ishte qenë shumë e mirëpritur. Dhe jo 4 deputet, po me numrin e votave që mund të garantojnë mund të jenë 10, 15, 20 dhe të bëhen faktor i rëndësishëm. Do çat keq ka Shqipëria që vinë njerëz me mentalitet tjetër. Ku qëndron e keqja këtu përveç se këtyre njerëzve që unë nuk shoh të keqe, nuk shoh një rrezik. Për shembull unë gjej kënaqësi që të bëhet një numër 20 personash që të vinë edhe të kenë dinjitet edhe të marrin qendrim. Sepse mendoj që janë më pavarur se njerëzit që jetojnë këtu. Jo, absolutisht. Sa Berisha ka gjithë ato pseudo intelektual, por rreth që ai e shkel rregullin dhe nuk flet asnjë. Nëse një i diasporës nuk mund ta pranonte këtë fakt. Jo, s'ta pranon. Sepse ai është në pyetje, rregulli dominon. Dhe ta bëj një pyetje çfarë humbje ka shoqëria shqiptare. Nga një lëvizje e diasporës që mund shkojë edhe me numrin e votave, se tash numri i votave është i madh diasporë, po të arrijnë dhe të koncentrojnë votat. Ato mund të krijojnë jo 4-5 ata, po mund të krijojnë 10-15. Do të ishin zëra të rëndësishëm në parlament, sepse qoftë edhe individualisht ato po të kundërshtojnë dhe të marrin qëndrime korrekte, ku të prevaloj institucioni dhe të prevaloj vullneti i njërit, autoriteti i njërit edhe i tjetrit, sepse drejtënisht jemi republikë parlamentare dhe më thënë të drejtën Ibsen, unë sinqerisht
edhe si Leonard jam simpatizant i një organizimi të diasporës, sikur e thatë ju, të diasporës jo të kapur nga Tirana, por të diasporës nga vetë diaspora, pra jo të kapet nga Tirana, sepse pastaj këtu dallohet dashamirësia ndaj zhvillimeve pozitive. Ato që e mendojnë kundra këtë, nuk kanë dashamirësi dhe mendim pozitiv. Unë po them mirë, është shpreha e famshme e Nolit, nëna mos i frikë se ke bit në Amerikë. Ideja është në kuptimin figurativ. Absolutisht. Se ju me vërtet një pjesë e mira e njerëzve jetojnë, po keni edhe një detyrim moral që t'jeti një sa do pak kontribut. Dhe kjo formë është një kontribut i rëndësishëm, po shkoj në një organizim të mirëfirmë. Është kontribut, kjo është kontribut real. Se kontributi që i qenë para fëmijëve, i qenë para familjarëve të vetë, është një duhet të jemi realista. Për shembull, babi im 77 vjeç nuk ka si të shkoj të bëj ndryshim të bëj protestë. Nëse ne themi që diaspora ka ikë dhe në Shqipëri kanë ngel njerëz pak, kanë ngel njerëz të moshuar, kanë ngel, pra nuk është ajo pjesa vitale në Shqipëri. Pra diaspora duhet të fillojë dhe të mendojë ndryshe për të marrë fatet e vendit, fatet e kombit. Sepse që më Ibsen, nuk është problemi tek brezi jon. Problemi është tek fëmijët tanë që rritën këtu. Dhe duke mos patur. Ajo shif ne e kemi qujtë, e kemi pranuar, kemi një brez, edhe brezim, iku brezim më bajtim, po dhe më humbëm. Po ku shohim se çfarë do bëhet me fëmijët, domethënë në një kjo është se si duhet ky brez të tërhiqet me Shqipërinë. Dhe ndaj duhet diaspora ta shëron edhe nga ana psikologjike, na blot shumë nga ana psikologjike, sepse kur e sheh që për fëmin tanë mund ndodhin gjëra të këqija, një prindje ka më të papërballueshme. Se përballon vetë keqen, por kur e sheh që do vujë edhe fëmia, pastaj kjo fillon bëhet shumë e rëndë, edhe shumë njerëzit ngarkohen shumë psikologjikisht në këtë aspekt. Absolutisht. Pra punës tonë fëmijëve larguni. Po ja do t'jap një shembull në Leonard. Për shembull, ne kemi një problem të madh sistemin e drejtësisë. I ka shku mendja në një herë në njëri që të bëj evidenca dhe të shoh që këtë sistem të kalbër drejtësisë me këto me një pjesë nuk du t'i fuz gjithë në një thes, sepse Zoti nuk I ka bërë gjithë njerëz të korruptuar, dhe në drejtësi ka njerëz me integritet dhe ka pas njerëz me integritet sepse ruajnë më. Por ke pa në herë që në sistemin e drejtësisë këto të involvojnë njerëz të shkolluar dhe të diplomuar në këtë fushë nga diaspora, sa të vështirë kanë këto. Nuk kemi. Ibsen, a themi gjë banale, shiko, të themi gjë banale. Në diasporë, pra duke qenë 1,5 milion shqiptar, pra për Mollakosi për bëj 1,5 milion shqiptar, tani edhe shoferin e një ambasade ta bie nga Tirana. Edhe një shoferin e një ambasade. Pra që, përpse nuk paska në diasporë rini dhe njerëz të arsimuar, të shkolluar, që mund të bëjnë edhe diplomacinë. Nuk është puna për t'i dhënë rrogën dikuj. Problemi është që ky njeri të lidhet me vendlindjen, të lidhet me vendin e vet. Në qoftë se diaspora. Pra të mora një rast shumë banal, akum të mora një rast shumë. E mora dhe s'kish rast banal. Po ne po ngrim në një nivel, e patëm në një nivel shumë të lartë bisede. Në qoftë se diaspora. Po kurse kemi këtë, ku mund të pretendojmë pastaj që çfarë mund të pretendosh më lart pra te kjo e kisha. E kuptova thelbin e gjës, po duhet të them këtë fakt interesant, që në qoftë se diaspora do të arrijë, do ketë, sepse si arrihet kjo, ka një dorë burrash që e marrin përsipër me integritet, që njihen nëpërmjet, se tash njohja nëpërmjet rrjeteve sociale dhe nëpërmjet aktiviteteve është më e lehtë se dikur që e bën. Dhe krijimi I një strukture politike gajruese, sepse do krijoj strukturë politike për të gajruar sistemin politik. Patjetër. Mund të krijosh shoqate dhe të futesh politike, shumë e vështirë. Po jo, nuk patjetër. Do subjekt politik. Kjo do ishte një ndër gjërat më të mira nëse do ndodhte. Dhe thash edhe një herë, këtë do ta kishin, do ta kundërshtonin edhe do të ishin kundra kësaj vetëm njerëzit që nuk ja duan të mirën këtij vendi. Njerëzit që ja duan të mirën këtij vendi duhet të jenë të hapur dhe duhet të jenë mendje hapur, duhet të jenë të hapur edhe shpirtërisht që ore njerëz, sepse ne kemi njerëz pafund që kanë bërë emër më burrë dhe që në Shqipëri do kishin dështu. Do kishin ne. Absolutisht. Këto figura që I ke kaq me emër,
Dhe kaq këto duan mundësinë, t'ju jepet një mundësi që të kontribuojnë për vendin e vet sado pak. Qoftë edhe një 10% të kontributit. Po të ketë një lidhje për vendin e vet, të lidhet me vendin e vet. Po kjo bëhet nga njerëz dashamirës që duan ndërtojnë, siç e bëri, supozojmë, familja ime nuk ka qenë zogiste, supozojmë, po zogu bëri diçka të mirë. I mori njerëz të shkolluar në Francë, në Austri, kudo dhe i ngranojnë në sistemin qeverisë. Fiks, absolutisht. Do çfarë ndodh? Ne u kthyem nga një sistem i hallakatër, u kthyem në një shtet serioz. Dhe këtë e bërja me zogu. Qoftë do, qoftë nuk e do t'ja me zogun, po e ktheu në një sistem. Tash mund të ketë pas kundërshtor Fajkonicën e Nodit që e kanë dashur të përkryer gjën, po nuk bëhet gjëja e përkryer pa e filluar dhe pa e vënë binart e vet. Gjithsesi ja me zogun ndërtoi një shtet serioz, ndërtoi një klasë borgjezie, domethënë njerëz kapitalist që kishin perspektivë, dhe Shqipëria në vitin 44 ka qenë në një vendet më i pasur dhe më i pasur në Ballkan, e di këtë fakt ajo. Ne kemi qenë më pasur se serb. Ne pas kemi pasur pasuri pa fund, se vetëm që kanë vjedhur këta për 36 vite. Sa vogël këto, sa morën këta dhe ata. Sa vogël fakt mbeti këtu, domethënë kupton ti që ajo mënyra e qeverisës e Ahmet Zogut, me gjithë kritikat e veta, sepse ishte luftë e ashpër, sepse edhe Ahmet Zogu i kishte kundërshtar shumë të fortë. Absolutisht. Dhe arma për bindje politika të jepnin edhe plumin, ti e ke parasysh se si ka qenë. Sepse ka qenë epokë normal. Gjithsesi, Ahmet Zogu ndërtoi një shtet serioz dhe për këtë duhet vlerësuar. Aja mas jam zogisht unë ka pak rëndësi. Ora, duhet të mësohemi, unë ndaj të pëlqej shumë ty, sepse ti flet realisht. A kupton? Ti të gjithë se çfarë është ajo mendimi, bindja. Por duhet të themi realitetin. Po tregoj një rast 2009 Sali Berisha filloi do fliste kundra Ahmet Zogut, nuk e kuptova dot. Pse e bante? Kur erdhin Kuksi thash, doktor të lutem, ishte fushata 2009 që ishte kryetar partie. Edhe ka qenë Sokololdashi në tavolinë një pjesë ministrash. I thash do kisha qef që kona me Zogut mos ta atakoni në këtë formë, sepse thash do t'jap kam 3 regjistra, një të kohës Ahmet Zogut, një të Enver Hoxhës, një të demokracisë. I thash regjistrat e kohës Ahmet Zogut janë bërë në perandorinë austro-hungareze. Po. Janë prodhuar në Austri dhe ato kanë kaligrafi, boj, gjithë shka janë regjistra që i rezistojnë kohës, dhe duket serioziteti i shtetit. Të Enver Hoxhës i kanë ngrënë mitë, vëlla, se e kursye dhe te kapaku. Demokracia që kemi regjistrat në vazhdën e Enver Hoxhës. Kur ne nuk arrim bëjmë dokumentat zyrtar të një standardit nivelit lartë, çfarë presim? Ahmet Zogu ta e ka bërë. Kështu që ne nuk mund të fillojmë të atakojmë Ahmet Zogun se ai ka meritat për ndërtimin e një shteti shqiptar, pavarësisht se ajo u bë me gjak e me një konkurrencë të ashpër politik. Gjë tjetër pastaj. Ajo është studim historik pastaj, është diçka. Unë nuk mund të them që figura e Nolit ka qenë një figurë. Figura e Nolit është figurë madhështore, pavarësisht se ka qenë konkurrenti Ahmet Zogut. Po kjo do të thotë se duan humbë meritat e Ahmet Zogut në atë kohë. Ndaj më pëlqen ti pra. Ndaj unë të vlerësoj shumë, më pëlqen shumë sepse ti je realist me faktin. Pra faktin fundin ne do të mësojmë në shqiptarët, do të mësojmë që fakti është kokëfort. Është kokëfort. Përballë faktit jemi detyruar që thonë ky është fakti. Absolutisht. Të dush të duan, do të shtrëngojnë dorën për një punë të mirë që e ke bë. Qoftë unë filloj, këtë frymë ka, frymë denigruese e ka PD-ja. Ora, qoftë edhe Edi Rama bën një punë të mirë, thuj po. Po qoftë Edi Rama bën një kërë, patjetër thuj jo. Për shembull kur e kapëm te pronën ne, problemi më i madh që ngriten ato qytetarët tonë ka qenë problemi i këtyre investitorëve strategjik. Di çfarë do të thotë investitor strategjik? Për interesat e investitorit mund ta shpërndësosh nga e drejta e pronës një qytetar të thjeshtë, dhe kjo është e turpshme. Është edhe antikushtetuese. Po kjo është skandaloze.
Po e kështu ndodh në Shqipëri, pra e kanë bërë me ligj, e kanë bërë, është ligji më i poshtë. Tash po bën edhe paketën e maleve, ai të merr edhe bjeshket e ti merr gjitha, hajde mirë pafsh. Po paketa është të paketa e maleve që thuti, në qoftë se unë nuk e njoh mirë paketën e maleve, po në qoftë se cënohet është parimi, që ti pse do të ndërtosh paketën e maleve, ndërtohen tokat që zotron shteti, po jo në pronën e dikujt tjetër. O Ibsen, shiko, unë e kam lexuar dhe thot, mi fjalë, ti mund të ndërtosh, pra unë, po marr unë Leonardi që jam me origjinë në Shkodër, pra jetoj në Gjermani, nëse ndoshta dikush shkon dhe ndërton tek toka ime, që unë se di fare se çfarë po bëhet atje, se unë jam këtu, dhe ai ta ndërtoj, ta bëj shpallin tek bashkia dhe nëse për 45 ditë nuk reagoj unë, pra se pesjeshtoj fare, ke parasysh? Dhe shteti t'i jap, pra s'kam informacion dhe shteti t'i jap dokumentin pra t'ja legalizoj pronën time, t'ja jap atij që ndërtojnë pronën time. Mentalitet komunist ka vjedhje më të hapur, gjë më të poshtruar. O Leonard, me strategjinë Bollëra Mizalia, me strategjinë e vet i majti peng ekonomisht shqiptar dhe i bëri copa shqiptar. Janë vrarë 2000 sa shqiptar për çështje pronash. E kupton sa shumë janë vrarë 2000 sa vet. Thon 2000 sa familje. Thon 2000 sa familje. Po kanë vujt më burr këtë punë. Tash e kupton tash prapë po s'ka çfarë bën gatrres më të madhe. Prapë edhe te malet do më ngatru ky njerëz. Po thash pra dhe nuk dëgjohet PD-ja asgjë kundi, nuk del me një strategji apo me diçka se si duhet ta kundërshtoj këtë paketë. Sepse do vi do të marr bjeshkën, do të marr malin atje, do të marr. Kjo puna e kundërshtisë nuk është vetëm ta hedhësh shash. Jo, unë flas me strategji, E kam e kam fjalën që edhe mund të ketë në njëri që e kundërshton. Po problemi është si te rasti i ligjit, thash edhe një herë, është më i rënd ai investitorit strategjik, se ja u kanë marrë më pronat, ja u kanë marrë. Dhe edhe ky rasti që ty do jep 45 ditë të ankohesh për pronën time, vjen ti fut hunë te prona ime, unë të ankohem, këtu është veprim edhe antikushtetues, se prona në kushtetues të shenjtë, nuk e drejt ja prekësh tjetrit. Sepse po more guximin t'ja prekësh të pronën dikujt, ti ke shkatruar gjithë sistemin e funksionalitetit ekonomisë të një vendi. Sepse prona dhe drejta e trashëgimisë janë themel të strukturës ekonomike që ngrihet në një vend. Se nëse ne vim ashtu kam drejt ja bëj edhe unë. Vi, për supozoj, mund të them do i ndajmë edhe një herë tokat na e para, siç e bënin Enver Hoxha. Po pse më dorrim sa herë vjen një diktator në krye ti vjen një maskara, fillojmë ne edhe ti ndajmë tokat na e para. Fillojmë të vritemi vllai me vllajin e kushërinë me kushërinë. Po 2000 sa vetë, unë jam çudit nga shifra, janë 2000 sa të vrarë për çështjet e pronësisë. Për një sherr që e lara Mizalia në vitin 91. Dhe e vujmë sot e kësaj dite. Sepse me ligjin 17501, supozoj po kapim Kuksin. Kuksi nuk ka funksionuar me ligjin 17501. Çfarë do i bësh ti Kuksin anta? As kërkon nuk e zbatuar 17501. Çi, sa mirë po. Ka refuzuar. 35 vjet në Kuks nuk ka funksionim. Ai ligj është qujtë e ka bojkotuar. Bravo. Në shumica e njerëzve janë pa lek, po bojkotuar në zona e lumës e Kuksit në përgjithësi. Nuk e kanë, jo përgjithësi, po nuk mendoj që kanë një rast që e kanë zbatuar 17501. E kanë refuzuar për ta zbatuar. Kanë shkuar kufit e vet. Ai është katastrofë. 17501 i futi shqiptarët në vrasje vllai me vllai. Po ata kanë refuzuar dhe një ndër tipa unë e shoh për me krenari këtë veprim, Absolutisht. Ato e kanë pas të qartë që ky veprim është i pamoralshëm dhe është i dëmshëm dhe kanë ecë secilin kufit e vet, sepse e kanë njoft kufit. 45 vjet kalojnë, por nuk është. Edhe gjithsesi mund të ketë pas konflikte, për shumë raste, që shteti duhet të kishte marrë. Dakor, është gjë tjetër, por ne edhe sot ne flasim me kufit e vjetër, por me kufit e para 100 vjetëve, para 200 vjetëve. Tash po të them një rast, Leonard, në vitin para zgjedhjeve të marsit, 31 marsit, bëhet një takim, baba im ka qenë themeluesi i PD-s Kuksit në atë kohë, se ne vinim nga familje përsekutuar dhe e shifshim si detyrim angazhimin në një forcë që do të rrëzonte sistemin komunist, jo do e ndryshonte. Absolut. Sepse ne mendonim që do rrëzohej, jo do ndryshohej sistemi. Sepse ka një diferencë madhe me ndryshimit dhe ndryshimin. Do të edhe kuptoj që po e shihnim gjë. Edhe ishin pa zot, se shumë kush e thot përsekutuar.
Baba im pa të thënë një shprehje, ora unë për të shkuar aty në Tiranë, për të marrë dokumentet kam harxhu 500 lekë vetëm udhëtim. E 500 lekë shpenzime, 1000 lekë. E kam heq familjes time 1000 lekë ishin shumë. Po kush i ka përsekutuar që të mlidhen si shtutje, se thoya ku është disidenca. Por se s'mlidhet disidenca, do të ishte debate, sepse ne kërkonim disidencën, nuk kërkonim që të ishte djali Gramos Pashkës, dele Josif Pashkës Gramos Pashkët t'japë leksione demokracie, thotë që dele dhe fut gjithë Shqipërinë qorë sokak me çekun e bardhë. Se dhe ajo ka qenë orientuar për të futur ajo, për të prish çat kemi mundësi. Po ç'pun keti me prishjen e pronave, djegën prerën e agrumeve, perën e prendave, po ka qenë komunistë. Fabrika, kombinate, çdo gjë. Du të them një diçka, bëhet një takim për programin e PD-s. Kur kthehet i mat e shot mërzitëm dhe tha, këto tha janë tha me mendësi komuniste, janë parti e majt tha në themel, në mendësinë e tyre. Pse? Sepse në momentin që këto nuk njohin pronar dhe nuk njohin trashëgiminë, qendrën e trashëgimisë, ky vend nuk mund gjej kur stabilitet. Pa u zgjidhur problemet e pronave, nuk ka stabilitet një shoqëri. Patjetër, ti s'mundesh as të investosh, as të ndërtosh një shtëpi. Po është në themel të e gjata e kanë në themelin e vet. Por e qumë pronën e shenjtë për të pas njeriu siguri për pronën dhe për familjen, sepse nëse unë jam i pasigurt për pronën dhe për familjen, ti bën çfarë të dush me shoqërinë. Patjetër. Por thëma është familja që e ruan integritetin, e ruan dinjitetin, ruan vlerat, ruan traditën, ruan vlerat morale familje. Është themeli i shoqërisë. Në qoftë se unë të tund themelin ty familjen dhe të tund konceptin themelor, unë punoj për ta trashëguar fëmia im. A je dakord ti me këtë? Absolutisht. Në qoftë se ti ma shkatron mu këtë parim, që unë punoj për t'ia trashëguar fëmijës dhe familjes time diçka, ti më fut në gjendje pasigurie. Patjetër. Patjetër shoqëria do të futet drejt kaosit siç jemi një shoqëri kaos, vërtet. Një shoqëri në kaos kemi sot. Një ndër arsyet kryesore është ky zgjidhja dhe vendosja në binar e problemit të pronave. Shumë e vështirë këtë. E kanë bërë me qëllim Leonardo, dhe ta garantoj që e kanë bërë me qëllim, dhe ta garantoj që e kanë bërë me strategji, të ta them jo vetëm nga ajo që kanë përjetuar në mënyrë të vazhdueshme, po kanë pa edhe atë çfarë ndodh në një realitet. Nuk ka pikë dyshimi që kjo ka qenë një strategji dhe njeriu thash mirë me një nivel politik goxha të konsiderueshëm si Ramiz Alia, sepse nuk ka qenë Ramiz Alia budalla, se të ndërtosh një strategji kaq afatgjatë duhet të kesh një njeri që ke vizion. Por njeri i keq, sepse kur njerëzit e keq kanë vizion, për të keqen ajo dami është kolosale, shumë i madh. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Dhe mënyra se si zgjidhet ky problem është i tillë, sepse më tha ta mund të ketë shpresë që të zgjidhen problemet politike. Po, nëse këta që kanë pasur një strategji për ndërtimin e kësaj situate, ti duhet të lexosh strategjinë, do të shpallësh një strategji se si zgjidhet situata e para. Po s'ka strategji pra më i pse. Po nuk ka një parti, një grup intelektual që dhe një formacion. Ore do strateg politik më i pse, duhet të dalë strateg politik, po ne s'kemi më strateg politik. Tash kjo është realiteti, nuk kemi çfarë bëjmë. Ne kemi Pse ta shumë në shumë me dashamirësi këtë punën në opozitë, edhe e shoh shumë vështirë, sepse këta nuk i lejojnë. Në momentin që e shohin që ato të bëhen të rrezikshëm, këto paleqa nxjerrin një artific që nuk i lejojnë. Por nëse do të shih, po nxjerr është i sigurt, ë? Është i sigurt, po të organizohen. Dhe ato ti shohin si rrezik, ndryshojnë më rregullat e lojës këtu, nxjerrin nga loja fare. Ç'a do bësh ti nga Gjermania, nga Amerika, s'ke ç'a bën. Ç'a do bësh ty këtu? Por nëse do thash edhe një, do realizoni një frymë të tillë, do ishte gjë me shumë, sepse e shohin tjetër ndrysh. E shohin prevalimin e rregullit dhe të institucionit, e shohin si diçka themelore, kushdo që jeton në diasporë. Patjetër, do thash pra, nëse je enverist po ti je në Shqipëri, kur dalësh në Itali, Gjermani, në Angli, do bësh kapitalist. Ndryshosh patjetër. Po kam unë një rast. Një rast një enveristi që u bëja copa në debatën në vitin 91, e ka shku në Amerika, tash është zbut. Në leksion demokracie, bile. Tash një enveristi në një,
është bo antisocialisti tërbu. Unë ta them me rast praktik që e kam vetë. Po unë nuk mund të them ku bën ti që na thënjishin, sepse njerëzit kanë drejt ndryshojnë. Pa të sotim dhe ndaj është e bukur jeta kur jeta evolon, por kur tjetri ndryshon. Por problemi është se ne ndryshojmë ngadalë, sepse jeta ndaj evolon kur ka ndryshim. Ndryshimet fije, unë si natyrë jam konservator dhe i pëlqejnë ndryshimet graduale, jo të shpejta që të marrin me shoqërinë, po ndryshimet graduale me plan, jo me plan, po domethënë ndryshimet graduale me një kod moral, se konservatorët nuk bëjnë plane për të ardhmen e shoqërisë, po e pëlqejnë se ato kanë parime, rregulla dhe din rrugën ku do ecin. Dhe një ndër arsyet që jam konservator, jam pikërisht për këtë që konservatorët janë njerëz me shumë parime dhe janë të qëndrueshëm. Në Shqipëri nuk kemi frymë konservatore që i runë këto vlera. Ne nuk kemi frymë konservatore dhe të më falësh edhe për këtë që po them, unë sinqerisht do doja që jo thjesht frymë konservatore, por në Shqipëri të kishte edhe një frymë radikale. Ose të ekstremi djathtë, sikur janë këtu më burrë që në Gjermani, në Francë, në Angli, kudo. E kam qartë. Mu personalisht më ka kushtu kjo sepse të marrë qëndrime radikale që janë normale, për po t'jenë Ose po them radikale të vritimi, po flas radikale me strategji të qarta për të mbrojtur vendin. Po e kanë frikë se thonë këto radikale, qëndrimet radikale të çojnë konflikt, se funja fundit këtu është një e keqe e madhe dhe pa ndodhur konflikti nuk i ke keqja. Po kemi rënë gjumë, kemi rënë një gjumë letargjik komplet si popull. Gjithsesi, ne kemi rreth 110 minuta në bisedë dhe unë të jam mirënjohës pa fund. Shpresoj që mos të kem mërzitur dhe do të kem edhe herë tjera që kemi lënë shumë tema hapur, por që mund të diskutojmë edhe me diasporën. Edhe që unë kam lënë gjitha punë vetëm për faktin për ta vlerësuar sepse kam të qartë radion dhe kam lënë gjitha punë. E kam parasysh. Bile kam edhe ca medikamente për që pasët tash, nuk kam qenë edhe... Di, se kemi folë edhe dje dhe ndaj... Një të sa që nuk jam edhe shumë aktiv në politikë, sepse jam përkushtu shnetit dhe më përmjësim kismet. Me shnetit nuk bjetë asë gjë. Mendoj që të rikthehem aktiv në politikë, kuptohet që të realizojmë edhe një grup, sepse zgjedhjet e ardhshme, unë mendoj që nëse situata në PD nuk ndryshon, sepse ka shku me një pikë që kjo makineri, po thuaj se është bërë për skap, po e bëjnë vetë këta. PD-ja është drejt vdekjes, kështu siç e ka nisë. Drejt, dhe mu vjen keq që e kam parashikuar që në fjalimin e 2018-s këtë punë, po e kam thënë jo. Mua nuk më dhimbë se të PD-ja, mua nuk më dhimbë se të PD-ja, as PD-ja as PS. Mua më dhimbë se të vendi im, sepse sot e kam vendin pa opozit. E kam sot opozitën të marrë peng. Këmë dhe? Pikrisht të kjo doja ndaloja të thoja që në momentin që këto dy forca politike e majnë në një situatë të tillë stagnacioni gjithë Shqipërinë, unë mendoj që duhet një pol i tretë me figura. Patjetër. Të kanë tregojnë të dhe kjo dalja me partitë vogla, njëri këtë, domethënë e humb Edhe ajo është e pavlefshme. Edhe ajo shikoj, që pavlefshme se thonë se thonë ti me një lojtar do bësh si do bësh qeverinti, ti je tek lojtar me këtë parti. Do të bërë grup. Edhe zgjedhjet që kaluan ju kam thënë që shumë me rëndësi që të krijojmë një pol me shumë personazhe që ti themi ne jemi ekip që do lozim fush, nuk jemi individ që do lozim fush. Kjo duhet. Ibsen, mirënjohje. Duhet të bëjmë punën që ndërtohet një pol, që rëndësi ka kush e drejton. Po të ndërtohet një pol që ta di ku t'jap kontributin për një pol i cili do ta ndryshojë gjendjen. Po të dalë me strategji dhe me projekte të qarta, të ketë njerëz të qartë, strategë të qartë që flasin dhe dinë të ndërtojnë projekte të qarta, Ibsen. Ky është problemi. Po nuk patë strategji të qartë që të thush shqiptarëve dhe ta deklarosh në dritën e diellit pa frikë strategjinë tënde, që un jam në politikë, poli i tretë është për 1, 2, 3, 4 dhe kryesisht është për ndryshimin e gjendjes dhe për të
gjbër klasën politike aktuale, se vetëm një politret mund ta gjbëj. Absolutisht. Nëse kjo nuk del me një strategji të qartë edhe se çfarë do bëj për ndryshimin e gjithë kësaj situate, njerëzit nuk kanë pse besojnë partitë e vogla. Po s'ka arsye. Duke filluar nga unë i pari, nga ti i pari, s'ka arsye të besosh. Kushdo, absolutisht. Dëshkojnë për inerci, dhe kjo është një nga strategjitë e Ramës edhe të Berishës, eliminimin, domethënë sulmin për mos u ndërtuar një politret i cili mund të realizonte mund të ishte i rrezikshëm për pushtetin e tyre. Absolutisht. Dhe kjo, për shembull, se Albin Kurti e krijoi sepse Albin Kurti Isa Mustafa i la, kryetari i LDK-s asaj kohë i la gjithë vakumin, ja la opozitën dorë dhe u urrit Albinin. Nëse ato janë mjeshta, nuk ta lëshojnë polin opozitar, siç e lëshuan në Kosovë. Ka tjetër kulturë Kosova, pavarësisht se Kosova ka 25-6 vjet shtet, me fjalë po flasim që nga lufta, ose 18 vjet shtet. Në shumë aspekte demokratikë janë përpara. Është shumë më para se ne, shumë më para. Shofësh edhe debatin, shofësh edhe se si ata tolerojnë, se si Albin Kurti shkoi 3 herë në zgjedhje. Albin Kurti Kosova shkoi 3, pra okay, është e dëmshme për shtetin pa diskutim, por ama do ta kishte Busa Librisha në vitin 2009, këtë që bën. Absolutisht, bravo, absolutisht. Dhe do ishte po të ishte bër kjo në 2009, ose po të ishte bër dorëzimi i Ilirmetës me videon e Dritan Priftit, nuk besoj se do ishim në këtë kushte që jemi sot. Do ishte vu një standard moral, dhe po vu një standard moral, pastaj është vështirë për të thyer. Patjetër. Se kështu funksionon jetja përpara, duke vendosur standard pas standardi, ti ke vendosur tull pas tulle që ndërton një godinë me fëmijë të kota. Pa diskutim. Patjetër që kjo do ishte. Zoti Lezi, unë të falenderoj për zëmërsisht, të kërkoj ndjesh sepse të mbajta shumë gjatë, edhe uroj me zëmër edhe shëndet. Falenderoj edhe ngjusit që kanë pas durimin na një ka gjatë. Jo, edhe unë t'jam mirënjohës pafund. Shpresoj që do jemi sërish të lam shumë tema hapur. Patjetër. Por nëse do ishin temat më koncize që trajtojnë, patjetër. Po të hapësh trajton shumë çështje, pastaj do e mendojmë dhe pse jo, do ndërtojmë edhe misione të tjera, apo të kemi edhe komunikim të tjera me diasporën, pra që të bëjmë një si thosh bashkëbisedim pak më të zgjeruar se pak më ndryshe. Mirënjohje pafund. Faleminderit. Unë falenderoj ju si radio dhe gjithë ngjuesit. Natën e mirë dhe shumë faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonte. Ju falenderoj shumë përzemërsisht që na keni ndjekur. Ne me zotin Ipsin Ilezi u përpoqim të themi diçka, të flasim diçka, të themi aq sa ne dim për të thënë, ose edhe aq sa ne mund të themi në një media, por shpresoj që edhe ju të keni kuptuar diçka, apo të keni marrë në një informacion. Jo se ju s'kini ku t'i merrni, pra gjithë ka hapësira plot sa të duash për të marrë informacione, apo për të secili ka mendimin e vet dhe mundësinë e vet. Ne në Window Radio jemi për t'i dhënë mundësi gjithë secilit për të shprehur dhe për të thënë të gjithë ne, pra qoftë edhe ne si staf apo edhe të ftuarit, të jenë të lirë për të thënë mendimin e tyre, pra gjithmonë brenda konturave të komunikimit mediatik. Edhe njerë falenderit përzemërsisht për vëmendjen tuaj. Unë ju lë takim në emisionin e radhës të Brama, ku do jetë një ftuar e veçantë, pra do jetë një ftuar nga Kosova, ku do përpiqemi të flasim për zhvillimet në Kosovë, për politikën në Kosovë, për problemet sociale atje, pra do përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër edhe nga informacionet apo nga zhvillimet që ka Dardania jonë. Natën e mirë miq, kalofshi mirë dhe ju uroj të gjithë një fundjavë sa më të këndshme. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.